Hamza dhe Drita Koçi me doktor Skerdi Faria, datë 29/5/2026, s'kena një tek një çak. Çak, qaftu i ko. Përshëndetje të dashur miq, edhe sot një puntate e re në Katecast. Kemi dy miqtë e mi të veçantë, të cilët kanë ardhur këtu të tregojnë historinë e jetës së tyre, po histori e një jete të gjatë. Janë një brez tjetër, janë ai brezi i kohës së Enverit. Kanë ardhur nga malet e Kukësit me një rrëfim të rrallë, nga qielli i avionëve, tek drita e kandilit, tek akademitë e huaja, tek sakrifica dhe një dashuri që ka qëndruar fort për shumë vite. Një histori për guximin, dijen, familjen dhe besnikërim. Ju falenderoj që më erdhët këtu, Drita dhe Hamza Koçi. Tani kam një pyetje për ty, Drita. Si ke emrin tënd të vërtet? Të vajzërisë. Jorgji. Dhe në pasaport unë kam Afërdita. Po. Afërdita, shkurt, Thanas, Jorgji. Po. Shkurt Drita. Me origjinë nga Përmeti, sepse të dy prindrit unë i kam nga Përmeti. Maman nga fshati Kosin, nga fisi Budo, ndërsa baban nga Kutali, nga fisi Jorgji. Po pse vendose të marrësh mbiemrin e burrit? Përgjithsisht kështu ka qenë tradita në kohën tonë. Kur martohesh, merr mbiemrin e burrit. Dhe nuk jam penduar. Të detyroj gjëra, apo ishte thjesht tradita, as e diskutove fare? Jo, nuk e diskutova fare, as nuk më detyroi, ishte tradita. Dhe duke je natyrshme. Çiftet sot, gjyshi Hamzai, çiftet sot mbajnë mbiemrat e tyre, bile su japin edhe fëmijëve, më duket se është bërë dhe ligj në Europë, nuk e di që japin fëmijëve edhe mbiemrin e nënës edhe mbiemrin e babës. Pastaj do thënë një fëmijë me dy mbiemra, kur bëhet vetë me fëmijë, i dalin 4 mbiemra kështu me radhë. S'është fare. Është dhe vështirë për ta gjetur kush është, cili është. Okej. Gjyshi Hamzai, ty nga të kemi? Unë jam për Kukësi. Kukësi brenda në qytet, apo? Jo, unë jam nga një fshat afër Kukësit, Karshi Kukësit vjetër, Matandrinit Bardh, në anën e Hasit, në Vericë Kukësit vjetër, në Vericë Kukësit vjetër. Edhe është të shumë afër të Kukësit ajo, edhe komunikojmë neve për shembull shkollën shtatëvjeçare e kam mbaruar në Kukës. Duke vajtur në kam sigurisht. Sa larg i kishe shkollën? Shkollën gjatë kur ishte re Drinji, kaloja ishte afër se kaloja Drinjin. Ndërsa pastaj kur rritet lumi, atë duhet të bjen nga ura. Dhe kjo shtonte bëshe 5 kilometra vajtje, 5 kilometra vajtje, 5 kilometra ardhje. Një orë në këmbë, po në dimër. Atëre orës kishim të këtë një farë, pa të di që njësishim një dhe, pastaj do të duhet që bëjë rrugat e mbanë. Ishti madh fshati ku ke jetur? Jo, fshati nuk ka qenë një madh. Fshati ka qenë, për shembull në vitin 53, kur jam larguar unë, ka patur 50 shtëpi. 50 shtëpi, me 200-300 banorë, ka qenë. Se fshati është fshatë banorë të tanishëm, të asaj kohës të tash nuk është fshati, se është mbytur nga Leqeni. Është nga Leqeni. Janë një banorët e tri se fshati dikur në vitin 1689 ka raportaja në Shqipëri. Dhe ishtë fshati, me atë emër më brut, është zhdukur komplet. Dhe është popullor nga një fshat pusjethat, që kanë qenë se për shembull fatarët të fshatat e mi e kanë gjetur mbiemrin Kastrati. Dhe më kanë emrin e atij fshati prej nga kanë ardhur. Dhe për shu që kjo kohë s'du t'jetë shumë i largët, po prandaj ato nuk janë shumë shtëpi. Janë 4 vllazni të fshatit tonë, me të njëjtin mbiemër, kurse neve jemi ndryshe, ne jemi të ardhur. Ma në fisim Koci, që neve në Kukës nuk e përdorin qënë. Ajo që e kanë edhe që edhe e përdorin qënë, dhe më në Kocin. Kështu që unë vazhdimisht e dim Kocin, më ka thënë dhe prapë më thonë edhe Kocin e Kukës. Neve jemi të ardhur diku nga fshata e Ershë Gjakovës. Hasi ka qenë hasi është më shumë shpërti kufirit se sa më brenda kufirit. Hasi vetë. Edhe prandaj që neve prandaj kemi mbiemrin ndryshe nga gjithë fshatet tjetër. Sa vjeç je gjyshi Hamzai? Unë jam 87 vjeç, 87 vjeç
e 2 muaj. Dhe ti më fole edhe për Murtajën që ke rënë dikur në vitin 1689. 1989. Sa i lexuar apo i lëqitur je, dhe çfarë memorie të fortë ke, vëbas që ke kujtese më të fortë edhe se sa unë. Jo, shiko. Unë është me sa duket është dhunti. Se për shembull në mësimet që kam pasur problem asnjëherë. Që kam shkuar në shkollë për të parë në klasën e parë, mezi prisnë se çuditësha sipas ka tingulli shenjë. Për shembull A edhe shkuar A atje. Dhe më dukej shumë interesante. Leximi, germat, dhe kam pasur shumë dëshirë për ta njohur çështjen. I kishe shumë qejf shkollën kur shkojnë? Shumë qejf. Po ti në Drita ke pas qejf shkollën? Po, E kesh shumë qejf, pasur po. afër apo larg shkollën fillore? Unë shkollën fillore kam më kryer në Patos, sepse babai, Patos të Fierit? po, Po komshin, se unë jam rritur në Ballsh, po ti më përpara se sa. unë kam lindur në Kuçov në 31 janar 1948, Po. aty babai punonte, dhe pastaj u transferua në Patos, me ndërmarrje në SFP quhej, ndërmarrje furnizimit punëtorëve, Po. si në drejtor. Kështu që filloren e kam bërë 4 vjet në Patos. Nga 56-ta në 59-ta. Në 59-ën kam ardhur prap, jemi kthyer në Kuçov. Keni qenë nga familje të persekutuara apo familje si thon të privilegjuar apo e quajmë kështu, të luftës, të thënë. Prindrit i ke patur partizan apo ballist, me pak fjalë. Njërë, unë vetë personalisht nuk kam nuk kam në një vendim se me në dyshueshmërinë e kahave të politikës. Se fundit njeriu di shkon sipas monastir, djeg dhe kahun. Po prindit e mi kanë qelluar që kanë qenë dhe gjithmonë, po e thëmë tash se atë nuk i kemi ditë që ka të majtë, majtista. Për shembull, baba im ka qenë me ka qenë vullnetar i qetës Baramsurit. Në përkrahje të Fanolit. Që atëherë? Po që atëherë. Dhe kështu që ti pastaj me atë krahë kemi metet historikisht neve. Po pa rryer di krahun tjetër. Nuk kemi kontradikta dhe mes unë shokë kam për shembull shkollën e njësoj nuk më bën të përshtypje se çfarë familje ka. Ishte shok klasë dhe rrihet me të një lloj si me tërë. Po, sepse ka patur edhe atëherë të persekutuar nga këta që quhen polak apo armiq. Po, mos e di, që dy kratë kudo se shiko, shoqëria në tërësi është ndarë në 2 janë. Domethënë njëri që thotë ideja krijoi gjithësi, njëri që thotë materia ka krijuar idenë. Jo ideja materia, po materia ide. Këto si ide ata. Kështu që di gjithmonë do ketë di këto gjë, kështu që s'duhet të di për ta marrë me të madhe kur thonë kosovar. Kundërshtar. Edhe si studioj në shkollë? Kishte dritë atëherë kur elektrifikimi është bërë në 76 në mos gaboj apo? Në kohën që kam bërë studive fillore unë, nuk e dija që ka energji elektrike gjikuni apo jo. Nuk e njihnin. Jo, si njihnin fare. Ne vetë fillimisht në vitet e 20, se unë mamë që nga 22, 30 dhe kredi imi mamë gjithkohë. Madje italianët, gjermanët me radhë. Në atë kohë, neve jo vetëm që nuk kemi patur elektrik, po as lampa me vaj guri, janë sa lampa me vaj guri, tash që kanë pasur ato ishin luks për kohën. Neve fillimisht vetë bile ndriçoshim me ashtu pish. Me ato kandidatën të pishës që... I varim të gjaku një bajse, edhe ati kishim dërëm vishat e dvogla, shkarpa, dhe vini me radhë. Dice një vishe tjetra, se si pisha rrona dhe shumë kose ka rëshirë, dhe është një lejsim që rëqiriu, pisha. Kështu që unë fillimisht të kam mësuar dhe përmet e pishës, bile ndonjëherë kur nuk kishin pish, se dhe pisha shitej me lek në kukë se bini një fshatar nga fani Meditës. Edhe
lexoja në dritë të prushit zjarrit. Kthehesha kështu më tanë dhe shife di për të lexuar. Ose për të bërë detyrat në vend për dhe... Urdhë? Për të ngrohur, si ngroheshit? E ngroheshin dru zjarri në oxhak. Dhe ku flije? Flinja di aty bashkë di bëjë, se neve flinje me di, për shembull, më shumë më se babai na ka vdekur në 26 na ka ndonjë herë. Sa vjeç ishe kur humbe babain? 7 vjeç. 7 vjeç kur humbe babain. Dhe sa fëmijë ishit? Ishim 5 fëmijë. 5 fëmijë. 5 fëmijë. Dhe ngjerët jetim me nënën. 6 fëmijë. 6 fëmijë jetim me. Po vetëm me mamën. Po ti ishe më i vogli, më i mesmi, si ishe? Jo, unë jam më i para vogli, kam dhe një motor mrapa. Isha. Si ka qenë jeta pa babain? Jeta pa babain sigurisht që më e vështirë, po mamaja ishte shumë punëtore dhe kishte di aftësi për të kollanërisur kur themi neve. Domethënë dinte di si të merri ku të siguronte ndonjësi se kryesorja ka qenë di mungesa e ushqimit në atë kohë. Ke vojtur urin? Urin nuk mund ta quaj di vujtë urin. Po. Domethënë mungesa dy herë pas hershme dhe gjetje me shto vështirësi, po jo domethënë të uritur që të mos kemi të ishim shumë një problem jo. Po në tërësi kemi qenë për sa takon në përsaktimit të kategorisë i varfër apo i pasur, kemi qenë kategoria e varfër. Se sipas pasurive që kishte përsaktohet ajo kategoria i varfër apo i pasur. Sa lopë, sa bakti, sa tokë, sa mund prodhoja. Jo sa lopë kishit e bakti. Po ne kishim 1, 2. Deri tash që kohë të fundit pas vllai i madh ishte në fshatin pas 90-s dhe krijoi një kopet të tërë me 10 lopë leja, ishte mirë. Kishe kupuc? Jo, kupuc të disni, fëshin kupuc fare. Po çfarë vishi për të ecur? Për të shkuar në shkollë, me si shkojnë në shkollë? Me opinga. Si ishin këto opinga? Opingat ka qenë faqe se shiko. Populli në çdo tap të jetës tim i ka bërë hallvetes. Po. Domethënë është me mjetër brethadore është kollanëri sikur themi neve për të përballur vështirësitë e jetës. Dhe opinga bëhet për lëkur kau zakonisht. Kush ka? Po nganjëherë kur nuk është lëkur kau ja vishim lëkur të sjapi. Ashtu. Dhe kjo lëkura është e qeve, regje. Regje dhe të futesh në ca procese me fime, e dini ata që në trashin qikë. Po, okej. Edhe pastaj i hiqe leshi me ashtu brist, më tanë, dhe qepe, qepe si këto. I jepe si pas formës si këto. Edhe me ashtu gjallë, me ditorje themi neve. Që mërtheshe dhe ishte një të leta shishë ndjenë. Po ishin të ngrota në dimër ato? Se dimër kishtë të ftotat pasaj neve përdojnë qiko, përse i merë njëri di masan. Neve di, unë përshme kam veshu gjithmonë qërapeleshi. Po. Dhe sa kam marrë në Tiranë në 53-shin, në klasë 7, marrë ofësatës kishte më shfaltje, qërapeleshi, për të mërdhifur nuk mërdhifnim. Sepse nuk mërdhifnim sepse neve kemi një kull, dykatëshe, kull karakteristike për fisnik të kohës, me mund të gjërë 80 cm. Dhe mbante ngrosësin. Po, mbante ngrosësin, dhe mundët e saj kullën nuk dëgjon asgjë nga jashtë dhe as nga brenda jashtë. Po xhama kishit? Xhama? Apo? Jo, xhama jo. Jo, shiko, neve drasa. I kemi si punë që pengu. Po, mbëllëshim, pa gjamë. Po, jo, vetë përshë vinte dhe nata, gjame pastaj i kanarë, pa kanarë në qikë më vonë, po. Nga viti 20, po, kemi patur gjama se mirë të babaj në Prizren. Gjama, po, neve zakonisht të gjyve me kapak, dhe me një mrapa, me ashtu që mbyllën dhe hapën dhe mbyllën. Po, kuptova. Nëna drita për ti, kur kemi shur këpuc për herë të para po pinga. Pinga dhe juve atje? Jo, ishë për të pasur të nga jugu? Kjo është një në qytet? Për të vazhduar atje ku foli Hamzaj, babai im ka marrë pjesë herët në lëvizjen. Ka qenë partizan? Ka qenë partizan. Ai ishte rritur jetim dhe ai, dhe ishte djali vetëm me 4 motra, dhe i vdiq babai dhe u detyrua nëna që ta çonte në Durrës për të punuar. Aty
10 vjeç, 9 vjeç, 10 vjeç, filloi që të punonte si qirak në një lokal dhe gradualisht hyri në lëvizje si që ishte atëre. Vajti në Kuçov sepse shoqëria e naftës AIPA kish hapur front të madh pune për shfrytëzimin e naftës. Edhe duke qenë në Kuçov, hyri në një sitet guerile të... Një shoqëria e naftës italiane atëherë që provon që nxjerrin naftën atëherë. Ata e quan pastaj me detyrë në Përmet, me që ishte nga Përmeti, që të bënte lëvizjen. Të organizonte lëvizjen. Ndërkohë u fejua me maman, ishte nga viti 40, ishte koha e luftës italo-greke. Mamaja vetë ka një histori të veçantë, mund të them, dhe ajo kishte mbetur jetime që 4 vjeç. Vdisnin të rinj atëherë. Vdisnin të rinj nga smundjet. Edhe e jema e saj u martua vonë me gjyshin tim. Thoma quhe, Thoma Budo, sepse duke qenë vajzë vetme me 3 vëllezër, shyti nga Kosina, ata e martuan në Përmet, si vajzë të vetme. Të martonte familja. Martonte familja. Asaj kohë. Dhe babai vajti... Sa u martua, buri vetë shkojnë në Francë, si shkonin për emigrim. Dhe kanë dendur për ta pritur burin 15 vjetë. Nuk i ka parë fare. Buri nuk erdhi, jo baba im, buri parë. Dhe kur i vdiq buri, atëherë ndeti dhe 40 ditë, ajo vjera, ndeti 40 ditë me të zi për atë dhe i tha, tani do kthehem der babaj. Kështu që ajo u kthye tek vëllezërit e vet, edhe mendoj që i shkoi jeta dëm me një fjalë se s'kishte fëmijë, edhe kur gjyshi tim i kishte vdekur gruaja, jo ofruan këtë që të martohej, se ajo pa fëmijë, ky pa grua. Pa grua. U martuan dhe lindi mamaja. Nuk kaloi shumë kohë, vdiq 4 vjeç e la mama, vdiq edhe gjyshja, edhe në fshat thoshin tani ai ishi pa fat, tani do ngele edhe kjo jetime, se atje gjeti një djalë. Mamaja, ajo gjyshja ime. Edhe ju sa motra dhe vëllezër jeni? Unë jam vajzë vetme dhe kam 3 vëllezër. Tani kam 2. Tani, si që ishte gjyshja ime, vajzë vetme me 3 vëllezër, ashtu jam dhe unë, vajzë vetme me 3 vëllezër. Si ka qenë familja jote? Tani, para se të më kesh përgjigje, do marrim nga i qik lëng frutash, kjo është lëng frutash, do të hedhësh tek kjo jotja. Bindës po a shpërnda jona. Pala, një. Sepse këtu jemi në sallë të operacionit dhe shërbet si që është në sallë të operacionit. Këtu janë tasat të cilët ne i përdorim për kirurgjin. I sterilizojmë dhe këto janë tasat më steril që ki pirë në jetën tënde. Në të pasta. Gjushi ti dojë qik lëngë? Do të provoj. Do të pishi qik? Do të provoj. Lëngë frutash është. Keni patur drita? Po. Ju keni patur, kurse gjyshi nuk ka patur, ka qenë me i vojtur kë... Po, është e vërtet. Si ke qenë në shkollë? Në shkollë si ke qenë? Ke qenë të se mirë, apo? Jo, kam qenë shumë e mirë. Shumë mirë. Bërë edhe të mesme, bërë edhe shkollën e lartë. Po. Edhe ti gjyshi ke bërë edhe shkollën e lartë. Ti do të më dërgosh që si vajte në shkollë të mesme njëherë. Unë në 53-shin, marrova 7 vjeçare në Kukës. Dhe në atë kohë Kukës shkollë më të lartë se 7 vjeçare nuk ishte. Dhe ata të Kukësit, po isha i vogël, isha 14, pa atëre neve duke nga që ushqeshme sa duket me bio rritëshim shumë ata isha si kalam thashun mësuesën, duke fëmijët do pësoj fëmijët. Edhe bëra kërkesë për shkollën Shaka Skënderbej, në Tiranë. Mua përvu kërkesa dhe kam marrë në shkollën Shaka Skënderbej, kam marrë në gusht e 1953-shit.
Deri në atë kohë, jo. Sa kishte vdekur Stalini atëherë, ëh? Po, Baba Stalini. Po, vi Stalini. Në 5 mars kur ka vdekur Stalini e mbajmë shumë mirë, se kam qenë kërse 7 në Kukës. Ke qajt? Jo, për çfarë neve shiko për çfarë. Po zi kombëtare atë. Jo, shiko, se zi kombëtare për çka ta them drejtën tim. Për të çfarë unë e kam vështirë di çaj. Po. Më në smurën, për shembull kur dish vllai dhe dritë se di më të çoli 200 sa. Po. Më të smurëm kështu, po për çfarë gati çaj. Po të ka ardhur keq kur Po jo, shiko. Sepse atëherë konsideroi sigurisht. Jo, shiko ti do t'i skelim. Stalini faktikisht dhe neve di bëjmë, nuk kemi të saktë në përcaktimin e vlerave të personaliteteve. Po. Se çdo personalitet që ka kontributën në zhvillimin shoqëror, në tërësitë tyre, ai ka shumë ande pozitive që mund t'i merren. Për ta shfrytzuar njeriu në mendet vetë di shoqëria. Kështu që ti bëj kushte në mendimin tim, të asaj kohëm dhe një pjesë të cilit e ruaj përsëri sot, Stalini ka qenë me ndjenjen e tij pavarësisht se si ka vepruar, po mendimi i tij ka qenë një pozitivitet për të shërbyer zhvillimit të njerëzimit. Dhe jo për ta torturuar, për ta vrarë, për ta prerë. Sepse në fakt ajo që bëhet të sot me këtë demokracinë liberale shumë të theksuar, faktikisht kjo përse takon të di njeriu si koncept të di e është drejt, po aman për shembull të di tash nuk po vetë di shteti, po vras njëri tjetrin e njerëzit. Është e vërtetë edhe kjo. Çdo regjim ka shumë gjëra negative, ka dhe gjëra pozitive, po nuk do të diskutojmë për politikë tani. Unë do të di si vajte në shkollën Skënderbej, si ishte shkolla Skënderbej, jo, me të fundën thellë. Shiko, në shkollën Skënderbej unë dilja për herë të parë nga familja, nga Kuksi. Kështu që nuk kisha të përfituar duke përfituar do të di fare se si mund të jetë e përfituar sepse kisha parë filma rus në Kuksi, lexoja libra, që në fillore, se mos në shavjeshale kam lexuar libra, romanet të Bashkimit Sovjetik. Kisha parë filma për Suvorovësit, se një lloj në Bashkimin Sovjetik një analoge me shkollën Skënderbej ka qenë një shkolla e një Suvorovi, është një ushtarak i famshëm rus. Dhe dhe dia se si është puna. Dhe erdhëm në shkollën Skënderbej, ka qenë në Laprak ku është një spitali i traumës ashtu, spitali i ushtarak. Aty ka qenë. Aty ka qenë. Ajo është një godinë nga më moderne të kohërave të asaj kohe dhe sot. Aty për shembull ishin kushtet shumë të mira, sa unë kur edhe Tiranë zbritëm në Laprak ka qenë vetëm ato shtëpitë përkatëse një katëshe që kishin bërë për aviacionin, se aviacioni në Laprak ka qenë aerodromi i Laprakës ka qenë një aerodrom i kategorisë parë në përgjithësi për luftën botërore. Ajo fushë aviacion që ka qenë në Laprak që bërë pallate tani sot. Po që më tash pallate, po ajo për shumë deri në 57-ën, 58 që u bërë rinjasim, ai ka qenë aerodromi i Tiranës. Aty nuk ishin. Po aty unë për shumë kur nis për parë për me shku në Moskë, jam nis nga aerodromi i Tiranës. 1014. Po aty ka qenë zyrët, ka qenë gjithë. Moskë shkoj në Moskë. Bashkimi Sovjetik kam shkuar në 18 vjeç. Për të vazhduar shkollën e lartë. Shkollën e lartë. Shkolla Skënderbej që kishim në fjalën ishte një shkollë me organizim të përsosur, të shkëlqyer fare. Edhe sepse shteti di kujdesoi faktikisht se shiko, ai shtet ka patur për kujdese shumë për njeriu që për të arritur të dimëdhëmen njëri të shnetshëm, të shnosh, të shnetshëm dhe të asimuar. Dhe kjo dhe vërtetot me ata që u bë asimi falas dhe shnetësia pa pagesë, të mos themi dhe falas. Si të duk Moska atëre? Moska 57 apo 58? Ne kam shkuar në Moskë, kam shkuar në Korrik, 12 Korrik të 57-s. 57. Moska në shikoti do t'i skelim. Se bëhet di shumë di propagandë për shembull linje për një linje. Unë për shembull natën e parë kur jam nisur për në Moskë mbujt në Budapesht. Budapeshti për atë kohë. Edhe supos mos e pas kam hangër drekën në Kiev. Po në Kiev, kam hangër, jemi ullë në Kiev neve, kemi hangër dhe nga kanë shërbyrë në mënyrë të shkëlqyer. Atje, me havjarë,
se kishë një takam shumë fuqishëm me djata, që kujdesoshin dhe për të huaj, që ishte politika e tjenë. Dhe kujdesosa Moska ishte një super fare, për shembull Moska, në atë kohë në korriktëve të shtatës, ishte tramvaj, trolejbus, metro, pallatet me ashensor, me ashensor që 57-ën, pallatet në Moskë ishin me ashensor. Ishte akoma rënoja nga lufta e dytë botërore Moska? Jo, Moska nuk ishte di. Edhe bili gjatë e Moska, po edhe janë ndërtuar, se që ndërtuan nga 14 shkodra dhe lesha, atë ngrishe popull me njerë dhe bëshë me njerë ndërtimet. Për shembull në Stalingrad, se Stalingrad është bërdi si për Kandahari, ose si që bëtë të tashëm atë qytet të Ukrajinën nëse një sot, Stalingradi. Dhe dieshin, për shembull, vetëm kohë që është zhvilluar epopeja të mëdha si ushtunë, ai feldmarshali Paulus Gjermani me 300.000 ushtarë. Ati janë në kodrat Malahov, Kurganska e Murmansk që ajo pjesa kodrat, unë kam qenë të kaj kodrat. Dhe ati akoma nuk këshin për shumë se, akoma nuk kështë mbi bari, nga predat e nga barutët e djek, toka dhe ati duke për shumë që është për luft. Kështë qyteti ishtë fare, qyteti i vetë Stalingradit. Si ke qenë në shkolla e mesme, në Kuqove ke për shkolla e mesme, ti çfarë dëshirë kishe për të artën, për të lartën, si shikohet artën të kur ishte adoleshente? Mua më pëlqen të letërsia. Aha. Më pëlqen gjitha lëndët, po veçanërisht letërsia. Lexoja shumë. Shkonim në këto rrethet jashtë-shkollore që ishin në shkollë, dhe kalonim shumë mirë. Ke shkruar poezi? Jo. Nuk ke shkruar, po vetëm që lexoje. Lexoja shumë edhe bëja artimet mirë. Bëja mirë artimet. Po për shkollën e lartë pastaj? Për shkollën e lartë, unë më fejova që në të mesme. Me këtë zotnin këto? Po. Po ku i gjeti këta, po ku të gjeti këtë? Ky më gjeti, po dhe unë isha dakord. Po e si u njohën? Në fakt, Amzaj... E kam njohurun. Si, pa, ma tërgo pak. Se unë, basi më zgjodhi ky... Ti se burere fare, ti nuk e kuptojnë fare që ky kishe vënë syrin? Jo. Po si qëlloj që u pak? Ja, dhe mund që këtë pa. Unë mëse marrava shkollën bashkimi sotik për pilot gjyqë bombardus. Ati e studiove për aviacion? Për pilot gjyqë bombardus reaktiv. Bombardues reaktiv? Gjujtës bombardues reaktiv. Se shiko, ka aeroplana vetëm gjujtës për para. Ta shtash janë gjithë gjujtë bombardues. Që kanë vetëm topa dhe raketa, atëherë për atë kohë. Në të kështu që qyti gjujtës, istrebiteri, thonë rësisht. Nërsa pasaj në vitet 55 e mbrava të futën në arratim, gjujtë bombardues, MiG-15, ishte më i avancuri i asaj kohë. Ka qenë analog, homolog me F-34, F-36. Për një morë. I thënë Sabre, Super Sabre, ata. Çfarë shpejtësi këto avion? Avionët si MiG-15 aeroplani reaktiv. Gjysmërdus për parë ka shpejtësi 1072 km/h. Gati sa shpejtësi e zëri. Po si, dhe këta quhen paradhanore. Dërsa MiG-19 e ka 1470, është superzanore. Unë bashkimi sotik ka fluturuar me Jak-18, është ai me Lik. Me Lik, është viti parë si praktik fluturuse. Ka fluturuar pastaj një vit me MiG-15 dhe një vit me MiG-17. Si ka qenë shkolla në Rusi, akademia? Akademia në bashkimin sotik kanë qenë me organizim të përsosur, shumë të kujdesshëm për shëndetin, për kushtet e jetës. Kushtet e jetës, për shembull, ndërsa që nuk kishin parë më mirë, por kushtet e jetës kanë qenë të asaj forme që plotësoshë çdo lloj kushti për qenë një pilot. Ty të përzgjollën sepse plotësoi disa kushte, do të thonë shikimi, zemra, atencioni, këto gjërat. Neve kur ishim një studenta, kur ishim në Tiranë, shkollën ushtarake Skënderbej, erdhi një herë për të duam ka qenë shefstafit përgjithshëm.
Petrin Tome. Po Petrin Tome, edhe njëri shumë jaftë, dhe njëri shumë mirë. Edhe në shkollën tonë dhe ishim viti fundit. Kjo ka qenë nga muaj maj. Edhe na tha ata dhe kishin për planin ata. Na tha se juve dhe viti fundit studioni mirë sepse do shkoni jashtë shtetit. Mirë, praktikisht jashtë shtetit na zakonisht shkonin një në radhë të parë, sepse kishin njohje. Ato zëse që ishin baballat, komandë brigadave, këta ish ata shefat pasaj kohë. Një nga shok të klasë i thotë Petit, thotë shoku general, me shtetit thotë shkojnë, ata që ka plapsim, Petit me sa duket e dini, ashtu tha? Po, Petit dhe s'folje fare Petit. Nga kjo me sa duket e doli që atë vit, quditëri shkojnë një përta nga Veriu. Se dërë në këtë kohë s'ka patur studenta fare nga Veriu, dërë në 57. Dhe përzgjidhen nga gjithë periudhë, 2 nga Kukshit, 2 nga Tropoja, 3 nga Peshkopia, 2 nga Rësheni, dhe këta ishin neve. Dhe shkum në bashkëmi sovjetik neve. Sa vjetë bërë atje? Ati 4 vjetë. 4 vjetë. 4 vjetë. Si ishin ata oficerët rusë që ju trajnohen? Ishin të rept, ishin të dashur? Qa kende një kujtim? Kujtimi, qiko. Disiplina ushtarake në bashkimin sovjetik, se dhe mos e kohë Stalinit, po dhe atë kohë që se vajta 3 vjetë pas shkëtë vdek Stalinit. Po ishe Hrushovi atëre. Hrushovi, pas ti, po i fillimisht e nuk kuzonte për të kundër vendin Stalinit. Edhe ka qenë disiplina në shumë e rrep, shumë e ashpër, shumë e korekte. Po dhe shumë korekte për sa të korekte dhe vetë disiplinës, po dhe vetë trajtimit. Se trajtimi ishte që nuk ishe për çfarë të kërkoje më një për jetën në shkollë. Kërë që ishte shumë mirë ka qenë në shkolla, me një organizim të përsosur, nivelli i mësimdhënies në shkollat më të lartë, pedagogët që ne për shembull mësim ishin një autor tekstesh. Se Bashkimi Sovjetik dhe Rusia sotme, se këto vendet e mëdha kanë hapësirë njerëzore dhe nxjerrin një element që është vështirë për t'i gjetur. Po. Ata dhe kanë qenë mbi 300 milion atëherë në gjithë Bashkimi Sovjetik, gjitha shtetet e se tani ka qenë vetëm Federata Ruse. Federata Ruse. Si ka qenë kur ke hyrë, e mbar mend kur ke hyrë për herë të parë që ke dhënë avionit vet? Jo, për herë të parë, shikoj që të bësh pilot duhet të marrësh disa kontrolle. Po. Për një herë për herë të parë bëhet një prezantimi me ajrin, që je thjesht një pasagjer dhe ai që jep di kontrollin, ti je në kabinën e parë, është ka avion 2 vendesh. Kabina e parë me kabinën e dytë që kanë njëjtat instrumenta. Po. Edhe levën e ka dhe ti dhe ai. Dhe bile ka dhe radio të brendshme që merremi vesh vetëm në 2 dhe nuk dëgjoj gjë në tokë. Kështu që më flasësh çfarë ke në nevojë. Dhe ata bëjnë për herë të parë një pilotazh ato që akrobasi, si bëjnë këta. Për të parë se si paragon shëndetësisht dhe mëndrishti studenti që të bëhet pilot. Se mund për shembull të bërë figat, mund të mos ndjehesh mirë, ose të mos e kuptosh se shikoj, që të bësh pilot zotë Skergji, duhet që të kesh aftësi për të orientuar në ajër. Të dish se ku je, nga duhet shkuar, si bëhet dike punë, çfarë ndodhi me vetë avionin. Dhe ai duke pilotoj vu, tash pastaj kur erdhem në tokë më tha, tha se të duk thash po, më duk thash, çfarë sa pyet një juve thash çfarë pritet ndërgjëm. Çfarë ndiva, thash ndiva që më ftof koka. Qeshje. Pse si të tha, pastaj thash shikoj pse të ftof koka, sepse kur shkon nga poshtë sipër, ke shtypje. Edhe zemra merr formën tuboja. Dhe ti ke gjakun nga koka poshtë, kështu tërson syt, ashtu. Dhe më jep të ftohtë ti koka. Me këtë ka kuptoj që s'pas ka qenë di kod nga kami, po e ka ndirë fluturimin. E ka rënë ndonjëherë të fikët kur bëje stërvitje? Jo. Po të tjerëve ka rënë të fikët? Jo, të tjerë. Nuk se shiko para se më fut në aeroplan të bën kontrole shumë të fuqishme mjekësore në tokë, nga mjek të aviacionit. Që kanë ditë se neve bënim dhe mjekësi aviacioni, me mjekësi aviacioni në shkollë bënim lënë dhe mjekësi aviacioni. Për shembull, puna e zemrës gjatë fluturimit. Si u fluturon shpejtësia në gjakun. Se për shembull
njeriu ndjetet i kesh nganjëherë kur fton me avion, për shembull nuk është edhe mirë, nuk është përshëndetje, nuk është mirë të ftosh me aviona, sepse mbi 700-800 km/h fillon ndarja e gjakut në rrugët e kuqe me rrugët e bardha. Prandaj me zverdhesh, dalin dijes, domethënë çofse sipas afshis zemrës. Profesor i vështirë pas ka qenë. Po. Kur u ktheve këtu ishe 22 vjeç? 21. 21. Se jam kthyer në nëntor të 60-s. Po, edhe dritën ku ka njofte? Do të më tregosh tani. Neve pilotët pastaj neve bëjmë njohje të kufirit. Po. Për shembull, unë gjithë shokët e mim kemi bërë për njohje të kufirit nga çfarë shkonim në 63-shin, në 73 shkonim nga Çafana në Kapshtic, në Porgadë, Kapshtic, gjithë kufirit edhe në Berat, Treurat, edhe po ktheshim në për Gjirokastra. Nëpërmjet hangrëm drek. Po, ju kishe shkuar me makinë duke me makinë, me autobus, periodës të pas special, se në Shqipëri ne kemi patur trajtim shumë të mirë. Pilotët me autobus sovjetik të asaj kohë shumë të mirë, që për pilotët. Edhe kur pas të hangrëm drek në vetë, përmetja tre ka qenë shumë i bashkëfare përmetja. Hangrëm drek atë dhe po delim. Në veritën për vetë është ajo ura për danë, aty në cep të urës ishte drita aty me të shqip atër për ma zuri sy të që ka një ojë e mirë kjo. Vetëm ishte drita? Jo, ishte midis familjeve saj. Po? Po kjo dalën të gato, se drita të ka qenë dy me ca floka qorrela kështu të bërë, edhe pas që porite kështu, se që shko, se ti di vetëm ju, dhe mos e di me arsimem, për shembull unë pa i kisha vënë vetë se di me mendjen tim që do fejom, do martohem sipas pëlqimit tim. Po. Pa rekomandim, nuk jo zoja me dashuri do ta zgjidhje vetë. Jo, ta zgjidhje vetë sepse thosha unë të marr një që e pasa spikat për dy kushtetit nuk më dukush e rregullt kjo punë. Se do doja vetë. Edhe qati unë vendosa thashun, po sikur të takoj ndonjëherë di këtë vajzë, unë do të propozoj për ta patur gjithë jetën. Se po donte, se po për shembull, po të mos donte nuk I qepem. Për shembull që hajde se mos aty po ndryshon. Jo, kështu si varem fare. Sa vjeç ishe atë kur e pe për herë të parë? Unë 24. 24. Drita sa vjeç ishe kur të pa? 16. Nuk u për 17. Ti se kuptove fare, do të zgjidhje. Jo, kjo zgjidhje fare. Prisi më vonë. Po, aha. Kur pat përsëri, kur e takoj. Jo, e kasu, I kisha harruar. Po. Kur pastaj nga maj, nga janari shkurti I 64-s, që vinte në shkollë për vëndën në kinema për të parë filma. Vite me një djalhallë. Në Tiranë tash? Në qytet Stalin, në Kuqov. Qytet Stalin. Pse ti ishe transferuar atje në qytet Stalin? Po, atë ka fillu punën pilotët gjatë jonë. Atë ishe pilotën. Pra, do thënë, e ke parë në përmet, dhe pastaj rastësisht dhe ti u transferove në... Jo, kishtarë, unë aty kam... Ti ishe në Kuqov, po kishe shkuar në përmet... Sepse martonim djalin e Hallës. Me rast. Djali I Dajes martoj, edhe kishim vajtur për të bërë celebrimin në qytet, në përmetit, dhe ktheheshim në fshat. Gjithë ajo lukuni njerëzish, krush. Po, pra... Kaq. Tani, ju të dy ishit në qytet Stalin sot që është Kuqova, se kështu kishte emrin në qytet Stalin, por nuk e kishit parë njëri tjetrin, në përmet. Po. Okej. Dhe se di që kjo jetonte në Kuqov. Jo, është di fare. Pritim, sa ti. Se në qytetin Stalin kam shërbyer 16 vjet si pilot. Po. Edhe pastaj kur më thash për vallai dojtë thashë më kujtu që thash është ajo vajza që kanë parë të fillim vend. Thash po dohet mike këtu apo banore e vendit. Edhe hiç kaq. Kur pastaj mbas pak kohësh shoh në tabletat e tabletat socialist. Po. Të shoh atë drita joshin nëse e klasë 2 gjimnaz. Po. Thash që nga di këtu, më se tash po deshi këtë ta juj, pushk. Facebooku I asaj kohe. Të Revolucion Socialiste. Edhe pastaj kisha një shok
në oficir aviacioni nga Kukçi, ai më do të më shpërtoj të qemet. Dhe ja tham vetëm kia tham, që atëherë ka shefesa të di shumë di si punë, me thashë them edhe mund të prishin një papyllur fare problemi. Edhe porti më tha do të qemë, tha do pyesam. Edhe ai pastaj pyeti nëpërmjet një shoqës gruas që ishte shoqë e dritë. I thash të do një pilot. Kë tha po, thashun tash more, do të thash s'lul më tash. Dhe si u takuat pastaj? Pastaj takua vetëm kur erdhi për të bërë kërkesën zyrtare, atje kam parë për herë të parë. Pra, ky të pa, të zgjodhi, vendosi, as të kishte takuar, as të kishte fare. Jo, hiç fare. Edhe një ditë ke shtëpia tok, kërkesë zyrtare. Ma tregoj që tani kërkesën zyrtare, ma tregoj do ta gjej prej teje. Një shoqja ime ishte kushurir me gruan e atij shokut tim. Okay. Ai ishte nga Kuksi, gruan e kishte nga Përmeti. Dhe tani me që i tha që kjo duhet jetë nga Përmeti dhe u interesua. Kjo ishte një vit para meje, edhe tha, moj, thatë, për ty interesohet një pilot nga Kuksi. Tash unë do vazhdoj shkollën. Tha, po sikur të lejoj që të vazhdoj shkollën, po që i se më lë për të vazhdoj shkollën, mirë. Dakor, do jemi tash. Ndeshe të bëje shkollën e lartë ti. Po doja shkollën. Për çfarë kishe dëshirë? Për letërsi. Letërsi. Edhe për të marrë. Po, i tha babai? Po. I tha babait ky Mblesi. Po. I tha që një shoku im do vi pëlqen vajzën tënde. Po. S'kam vajzë unë për të martuar, i tha se do vazhdoj shkollën. Po pyete njerë, i tha. Kur i tha babait tim pyete njerë, babai ngeli. Se deri atere, as më kishte pyetur ndonjëherë a do ndonjë njeri, a ke ndërmend të fejosh, jo. Edhe më thot babai, është një djalë nga Kuksi, tha, që interesohet për ty. Ti si thua? Thashun po të vazhdoj shkollën e lartë, mirë, jam dakord. Ti nuk e kishe parë fare? Jo, asnjëherë. E po atëre tha, në datën 8 nëntor, se ishte festa e shkollës, jo, ishte festa e emrit të shkollës, do më thënë shkolla 8 nëntor. Okay. Edhe ishte si fest edhe në qytet. Atëre ta bëjmë në 8 nëntor fejesën, do vinë të kërkojnë me një fjalë, dorë. Edhe vajtëm e bëm tek shtëpia Hallës, për t'i bërë qefin dhe Hallës. Edhe erdhi Hamzai me atë Mblesin. Unë vetëm këta të dy nuk erdhe me lëna, medalja, që nga Kuksi ku të vinë. Po thash mos Jo. Edhe të thjesht fare. Edhe erdhi, i dhash dorën ati Mblesit të parit, dhe për herë të parë i dhash dorën edhe Hamzai dhe e pash në sy. Për herë të parë po e shikoja në fytyrë. Qa mendove? Qa ndjeve? Ua, thash unë. Do të thëmë, e pash me shumë kuriozitet se ky është njeriu që unë i thash po pa e njohur. Kjo ishte e çuditshmja. Edhe i dhash dorën edhe ndëjtëm pastaj. U që rasëm u bëm, vaj, trashëgohen, ikën, ka që Sa vjeç ishe? Nuk i kisha mbushur 17, dhe më thënë ishte 8 nëntor, unë i mbushnja për 2 muaj mbushnja 17 vjeç. Kur u takuat përsëri bashk, e pe një herë, okay? Po pastaj? Pastaj shkuam kinema për herë të parë. Të dy juve? Të dy juve. Vetëm? Vetëm ishte. Nuk të shoqëroj as vëllezërit? Jo. Të lanë vetëm? Edhe babaj? Edhe babaj më la vetëm. E të parën gjë që i kam thënë kur kemi dalë, i kam thënë do më lësh të vazhdoj shkollën. Dua që të vazhdoj shkollën. Tha, do të vazhdosh, do të mbaros se s'bën, por jo rregullisht. Mbeta njerë se thash si jo rregullisht, po e kisha dhënë fjalën po edhe ngeca.
Kur pastaj u sqaruam që ishte dhe sistemi natës, Po. sistemi i korrespondencës, edhe kështu u zgjidh. Mhm. U martuam Korrekt. në korrik të 66-ës, domethënë mbarova vitin e 3, Sa mbarova vitin e 4, po, edhe u martova. 2 vjet në të fijuar. Po, Një vit e dy- gjysmë. Një vit e gjysmë. Një vit e Gati gjysmë. 2 vjet. I kishe mbushur 18 vjeç kur u Po, martove? po. Po, sepse nuk lejohej atëherë të martosh Jo, pa jo, jo, pa jo. mbushur. Dile kemi pasur edhe një episod jo të këndshëm, po Pse? hajt, Ça ishte? sepse kur u fejova unë dhe bëri bujë në shkollë, Po. se u fejua drita që ishte mirë me mësime tjera, dhe tha, tani po na fejojnë të gjitha. Në fakt, ishin dhe 2 të tjera para meje të fejuara, Po. dhe s'kish ndodhur gjë. Një ishte një vit para meje dhe një ishte paralel me mua. Po. Vetëm pse u fejuva unë, përjashtuan nga shkolla. Kë preshur nga Mua. shkolla? Pse? Pse u fejove? Të preshtuar nga shkolla mesme ty? Nga shkolla e mesme, pse u fejove? Pse nuk lejohej? Ashtu e menduan ata. Mendje e tyre. Edhe si e bëre pastaj? Edhe pastaj unë vazhdova një muaj e gjysmë kam shkuar në gjimnaz natën, që Po. mos ta lija. Po. Ndërkohë Hamzai bëri kërkesë në Ministri të Arsimit, në Ministri të Mbrojtjes, dhe e kam sjell këtu telegramin që thot zvendës ministri Qibrieci e urdhëron, Ministria e Arsimit urdhon kthimin në shkollë të nxënëses Drita Jorgji. Ua. Edhe u ktheva. Zëvendës ministri ka dhënë urdhër që të ktheheshin në shkollë ti. Po Sepse- pas ka qenë budalla drejtori atëherë. Sa njëri keq pas ka qenë. Edhe kështu që unë u ktheva Ha? dhe dola prap më e mira e Klasës. klasës, e 2 klasave se ishin 2, dhe atë vit nuk dhanë flet lavdrimi sepse duhet ma jepnin mua. Oh, Po s'më prishi pas punë. kam patur Ah. inat. Sa herë jeni takuar me njëri tjetrin ju para se të martoheshit? Po, Para se të çdo bëni ditë, dasëm. çdo ditë. pastaj, çdo po, ditë po, Olimpa. po, vin. Çka dita me ditë. Po, do më thas, nuk durohet i sa mboroje, Po, atë do të takosh. Kur e ke puthur për herë të parë? Vëlla? Kur e ke puthur për herë të parë? Për. Që ditën e parë nuk është. S'më Kur- ka Po, bën. Kur atë- dolet në kinema? Jo, kur dolim nga Kur kinema. dalëm, E bani mend do të thënë Po, atë. po. Ja, aty që atë ditë tim ka thënë që të vazhdoj shkollën. Dhe është pas shkollës së tua, kështu që mësu vërtetisht. Do ta vazhdoj shkollën se s'bën ashtu. Po sepse unë e kisha të qartë çfarë do të bëj. Se ndërkohë kisha parë një fjalë se si bësh edhe bashkimi sovjetik. Ah. Ja po, se neve kishim lidhje me fakultetin e gjuhë letërsisë të fakultetit në bashkimin sovjetik. Ah. Do të thotë kështu që e di se si bën, si bësh shkollë. Po e kishe qef aty që të vazhdonte letërsi. Po jo, po shkollën patjetër. Po. Një shkollë. Patjetër. Kam një pyetje tjetër. Kur e ke puthur për herë të fundit? Zë s'ka fund. Sot. Jo, s'kemi s'ka fund. Jo, s'ka punë. Jo, jo. s'ka. S'ka. Jo, jo, s'ka. Sa gjë e bukur është që keni një sa vite keni bashkë? 60. 62. 62. 62 së bashku me fejese. Po, Me vjesë, po ndërsa si vjet mbushim 60 vjetorin e E martesës. martesës, urime. Tani duhet di një diçka tjetër. Po familja në Kukës, kur e mori vesh që ti ishe fejuar? Ah. Shiko, unë kam patur parasysh që zoti s'keni që çfarë jemi i bindur unë Po? të mos jam marrë shumë për të madha apo ju di mendë të kushdo qoftë. Për shembull, kushdo po të më thoshe që nuk du të ta marrësh në planën, unë prap kisha di për ta marrë. Po. Kështu që pastaj jau dërgova ti lajmin. Po, ja dërgoj me telegram, Po, lajmi që u fejuar. telegram dhe kam shkuar ditë, kam shkuar me aeroplan dhe kam shkuar në fshat. Ah, Po. bëj xhiro me aeroplan dhe u ule afër Kukësit. Po të që faktikisht ti kam 3400 sa fillurime, për herë parë e kam thyr disiplinën. Uli të Ule, po ja, tani mori vesh vllai dhe erdhi vllai pastaj. Mori vesh vllai që ti ishe Po, ti në avion. Ja, mos Ja, u them mos mbrapa. juam, Po. ja u kisha thënë. Po. Se si e ku e tek e çfarë ka, ku ka, si ka, kush janë. Ata ishin dakord të dy se ata duke Ku martuat në atje në Kuço ku martuat? në sigur dashmën e bën dashmën e drisë se bën pushov, kush dashmën time e kemi bën fshat.
Po, tani do të tregosh, ti do të tregosh dasmën tënde, ti do të më tregosh të Po, tënde po. atëherë. Si ka qenë dasma jote, si ishte ajo ditë? Dita ishte shumë e veçantë. Ne dasmën e bëm, kemi jetuar kur u kthyem për herë të dytë në Kuçov, në shtëpi që i thoshin lagja e spitalit, ishin në Kodër, domethënë afër spitalit. Sepse atë ku jam lindur dhe rritur unë, kemi qenë në një shtëpi tjetër që quhen 12 shtëpi. Po. Me kushte shumë të mira, me vaske, me gase, me sepse shoqëria Me rjeta, italiane, me grilla. Po. shoqëria italiane i kishte ndarë me shtresa edhe ndërtimet. Po, kuptoj. Për ai që ishte kryetari i shoqërisë ishte mund Kodër fare. Po. Pastaj vinin sëra shtëpisë inxhinierave më poshtë, teknikëve ku një prej të cilëve jam rritur edhe unë, pastaj për punëtorët. Domethënë ishte shtresa. Ndërsa kur u kthyem nga Patosi, kemi qenë në një nga këto në shtëpi të tjera, një kaçe, me obor të madh përpara, edhe zbardasëm shumë e mirë. Aty në obor të shtëpisë Po, keni në obor, bërë në obor. Shtëpisë, kështu bëheshin atëherë. me tavolinë, me castola të thjeshta apo karrige të thjeshta. Me karrige, me stola. Sa veta ishin në dasëm? Unë nuk e di me saktësi, po kemi qenë shumë. E pare fisi, njerëz nga babai, njerëz nga mamaja, komshit të gjithë. Ke foto të dasmës këtu me vete? Kam që kemi qenë nuse. Me velo, Me velo, po, edhe fustanin e skicova vetë. Po. Edhe ma qepi një roba qepse aty. E dija që në Kukës i doni nuset të mbuluara, tini nuset, dhe bëra velon të shkurtër, Po. që ta idhmja dhe përpara. Po. Atje mbaja Po, në Kuçov mbi kokë, pastaj mbi kokë edhe kështu. Mbasi u bë dasma, erdhën nga Kuksi vllai jam zaj, një ditë më përpara, Krushit. me djalin e dajës, 2 krushë, dhe i kemi ftuar në shtëpi. Po. Dasëm, Po, në pjesë dasëm. po në datën, sigurisht. Të shtunën. Krushit. Edhe të dielën pastaj do niseshim herët Me taksi, me taksi, rrën 6 mjesë. 6 të mëngjesit. Ishi goxha rrugë, do të thënë. Goxha. Po dielën u bë në darkë tek ty apo drek? Jo, Në Kukës? Në Në Kukës. Kukës pasaj drek e Drek. darkë, vazhdon, e djele hanë, 2 ditë. Atë vazhdon. Sepse nga Kuçova aso kohë të shkoj me taksi deri në Kukës, Po, ka qenë ishte sa ishin, sa orë ishin? 8 orë, 9 orë. Më shumë. më shumë se 10 orë, po. Po. 10 orë. Rrugë keqe. Edhe kur erdhi tek ti si ishte dasma, se ma tregoj çik dasma. Në Kukës? jo do të them edhe unë se si kalova, s'ka gjë. Po vazhdo. Të ka një më shumë janë. Në shoqet dhe më thënë, klasa ime bënte aksion në Hink, një Një fshat. fshatë, një fshatë. Edhe e dini që do martohesha, edhe i thanë, profesori i nxori nxënësit në rresht, do martohet drita do vi, edhe ju do vini atje te dera që Ta përshëndesti. takoni, po me rregull. Ndërsa rrugës unë nuk e dija që këta do dinin, edhe e hoqa fustanin e bardhë dhe vesha një fustan tjetër, një Që ishte rozë. një, që dini për jashtë apo të shëtisni një rrugës. Kur i kam parë ata, ai profesori kishte vënë në rresht, ndërsa unë një të dale para dhe i takova të gjithë. Edhe në më thënë ishe shumë prekse, mu duk shumë e ashtu, mu duk si kur pale se qëfar takova që pas shokët dhe shoqet e klasës. Rrugës i them kunatit, vllait Amzajt Hyrmetit, si do shkojmë deri atje, mirë, deri në Kukës do shkojmë me taksi, po deri në fshat, do vinë të marrë kali, amani, thash, po s'kam hipur asnjëherë në kal. Unë kam frikë, thash, se edhe daja në Kosin, nuk më linte që t'hypja në kal, hyp një vlezrit e mi, po jo unë. Ta mos keme rak se është kali mësuar me nuset. Edhe kështu ishte vërtet, ishte një fantazi
sa nuk ka ku të vejnë më. Një kal i bardh, i zbukuruar me një sigjade të lumës, edhe me ashtu Gjigla mira. gjingla e lule tek koka, edhe e kishin ngritur dhe një stom që mund të hypja unë, kalua murën, edhe më hypën në kal, i tash atyre kam frikë, mos ki frikë, thanë se është kal i mësuar. Ndërkohë kishin sjell një kal të kuq për Hamzan. Unë e kisha kal të bardhë, Hamza e kishte kal të kuq. Edhe e ula të vellon, edhe kalin e trishte nipi Hamzait, 5 vjeç Osmani, për kapistre, sepse duhet ishte djalë që të kishte nën e babë gjallë, edhe të ishte djalë i parë, domethënë të lind i parit ishte djalë. Që ju të lindit Ne të lindim djalë. Edhe funksionoj kjo gjë. Dhe kjo funksionoj. Prej tyre ose jo, po funksionoj. Ai este dhe kthente kokën i ziu për të parë. Ai nuk shikonte gjë se unë e kisha vellon 2 fish, po kurioz. Ndërsa unë i shikoja dhe shikoja me kuriozitet. Ku po shkoja, si ishte vendi, ishte shumë bukur. Se vërtet ishte korik, po kishte gjelbrim. Lumi drinit ka ishte poshtu urës. Hamzai me eci më përpara me kalin dhe qëlloj në ajer. Se kështu ishe që po vjen nusja. Zakoni me pusht. Zakon. Ndërkohë, mbasi qëlloj Hamzai, breshëria automatiku. Unë i thash, qarë është kjo, pyeta kunatin. Mos ki merak, tha. Ato ishin shok të Hamzait, shok. Kush ishte? Një kamerë mësati, shok i klasë. Shok, që e mori vesh që po vinë, që vjen nusja në fshat, edhe për hajër të qoftë. I kjo ishte përgjigja. Me Përshëndetje. automatik. Përshëndetje. Bajtë instruktor të shtëpia, në pristin njerëzit, po ky djali vogël mo që më ngriti vellon, nusja, si që kemi ne që i dorovitim këto që na ngrejnë atë duvakon, dhe ka që ishte dita e parë, sepse ishim shumë të lodhur. Të nesërmen pastaj, thanë ato të sjellim fustanin. Jo, i thash, unë do vishem me robat tuaja. Vetë, pa i thënë Hamzait, kisha dëshirë që t'i respektoja tani ata, dhe kam veshur robat e kunatës. Kunata, dhe më thënë nusja e vllait Hamzait, është 3 muaj me vogël se unë, po kishe 3 vjetë e martuar. Edhe i kishe robat. Robat tradicionale. Roba tradicionale, linija të bardha me një lul këtë voçkël bëqelli, dhe këto bluza sipër, i kishe të bardh me të qëndisur me arë. Pra, veshje tradicionale të nuses. Të nuses në Kukës. Pra, ajo të dha ty veshin që kur ishte Veshin mësuar e vetë, dasmë së saj. Po. Edhe më tha, vura unë një varse, më tha Lokja, tha, a ke të tjera? Çfarë i thash? Se Loke i the, se e ka gjunë, po Loke i thoshin dhe Loke i them dhe unë. Thash kam, vëri të gjitha ata se kanë qef, do vinë të shohin vajza dhe gratë e fshatit, dhe ti kesh sa më shumë. Edhe unë i mora sa kisha ruaza, varse, i vura. Thash si duhet të ri? Duhet të rish kështu. Kështu, me duart kështu, edhe të rish, do më thonë, drejt. Me sytë e ullur. Me sytë e ullur. Pra kjo është ajo që do thënë duhet të nusëroje kështu. Duhet të nusëroja kështu. Në këm. Në këm. Po vetëm, do më thonë, si shregulli, po nuk më lanë, nuk më lanë, jo. Ndëjta vajtën të dhoma e madhe që ishte dhoma e miqve, dhe më vumë për para prap një djep, jo të këmbët, që mos më shkelnin ato që kërcenin e vajzat e gratë, po edhe ky djepi duhet ishte që të kishte përkundur djalë dhe të kishte nën e babë gjallë. Edhe kështu që ata më vonë. Edhe vajzat e gratë e fshatit që erdhën me kuriozitet të madh, tani na erdhi një nuse që nga larg në fshat për herë të parë.
edhe këndonin e kërcenin, edhe unë rria, s'më linte 2 motrat e amzajt edhe Vjera, Lokja, thoshin boll, ullu tani. Na ke nderuar boll që ka ardhur nga larg. Aty ishte një dhomë ku ishin vetëm gra, Gra. me kërcenin ato, do thënë këndonin ato. Këndonin e kërcenin ato për nusen. Po. Mua më bënte shumë përshtypje ato vargjet e këngëve, melodisë, edhe i shikoja me kuriozitet, edhe me shamik, shumë, si kishin ato. Tani, më thanë, gadal tani se do vin burrat. Po. Tani do ikni të gjitha gratë dhe do vinin burrat për të parë nusen dhe për të uruar. Po. Po ti gjithmonë me vellon e mbuluar? Jo. Vellon ishte për fustanin e bardhë, tani ishe zbuluar, po duhet rria kështu. Po, okej. E thanë që mos i ngri syt, mshili syt, dhe më thënë, baj poshtë. Kështu që erdhën burrat, uruan, ikën, unë nuk pash se kush shyri kush doli, sepse nuk ishte mirë. Vetëm uronin motrat e amzajt edhe loken, për hajër nusja. Kjo ishte i gjëja. Dhe unë nga dritarja e dhomës shikoja burrat, se si kërcenin në obor. Se burrat ishin në një shtëpi tjetër të kushrit. Dhe shtëpia jonë u bë vetëm për gratë. Okej. Dhe ata kërcenin në obor të shtëpia? Të shtëpia tjetër, pastaj obori i përbashkët. Po muzika, ç'a muzikë ishte? Si ishte? Lodra me curle. Lodra, curle, dhe baza të... Po. Sa netit në Kukës, pas dasme, pastaj u kthyer në... Po, kemi nejtë fillimisht nejtë 3 javë në Kukës, pastaj vetëm 2 javë në turizëm në Durrës, në Iliria. Moj mjalti, do të Po, moj mjalti, po. Kemi ruajtur edhe kuponat e ushqimit. Keni ruajtur edhe sot e kësaj dite? Kemi. 60 vjet, që keni ato. Dhe atë vitet e kemi kaluar në mënyrë të mamë, si mund të kalohoj mirë për kohën, sa për shumë kemi bërë turne, për që tonë, unë dhe drita vetëm në Shkodër, kemi në turizëm Shkodrës. Dhe bujnë atë këtë turizëm Shkodrës, me këngë, me biknoj, që ata poshtë atare, ka qenë një organizim shumë mirë i jetës kulturore në Shqipëri, tipe s'kelim. Në restemi të tash që nuk ka qenë një gjë. Dhe pastaj i kemi në Tiranë të Hotel Volga, për sa kohë. Pastaj kemi shkuar shkëlqyer fare, që kënon të Agim Hoxha e tjerët më tanë me radhë, dhe pastaj shkume në Durrës. Pastaj për të jetuar, ku u transferuat? Në Kuçov kisha. Në Kuçov. Atje në aviacion, ka qenë bazë e madhe kjo e Kuçovës? Kuçova ka qenë një bazë shumë e madhe, dhe baza e parë ushtrako-ajrore e gjithë bombardueshme të bërë në Shqipëri. Aerodromi është bërë në vitin 53, që është një aerodrom i akorduar nga Stalini, ai që i Kuçovës dhe cimento e tij është e pa depërtueshme dhe bombat e bëri di gjë. Sa avion kishte atë? Atëherë neve për atë parë kemi pasur 24 aviona MiG-15. Edhe 6 aviona 2 vënshë, MiG-15, 2 vënshë. Më 30 aviona, që nuk janë pak. Pastaj neve kemi marrë edhe 72 aviona MiG-19. 72 aviona MiG-19. Po bërë 100 aviona. Ja, ta themon ty, pastaj kemi marrë 12 MiG-17F, MiG-17. Kemi marrë 12 MiG-21. Të gjithë ka në bazë në Kuçovës apo? Jo, në Rinas dhe Gjadër. Po të treja ishin bazat Kuçovë, Rinas dhe Gjadër. Gjadër, po këta ishin baza ushtarake shumë të fuqishme. Sa avion kishte Shqipëria në total? Gjysmë bombardues kemi pasur 150. Po. Gjysmë bombardues. Nëse si mjete fluturimi, po rreth 250. Se vinin helikopterët, vinin An-2-shet, vinin Il-4, këto të gjithë rusë ishin. Jo, markë rusë, pra disa janë me prodhim kines, po markë nësa MiG-15 është rusë, sovjetik. Fakt se është ndryshë se prodhime sovjetike e zotik Skjerdi janë shumë të fortë. Nuk dëgjojnë, ata sot e mund të filtrojnë. Që kanë afat shkandensë, se dhe metali ka afat e plaki jenë.
Po. lodhje, jo plake metali. Kurse metalet që janë bërë në Kostalini se zguzon të kush, të po të dhili me edhe kaq e aq. Gjithë të si që ka të formulën Po. që liku. Si ka qenë jeta si aviator? Që atër unë jetën e vlerësoj shumë mirë. Po. Shumë mirë sepse trajtoheshim mirë e bukur. Çdo vit ne kemi patur me urdhër që të bënim 21 ditë konvaleshencë. Pushime. Lejet e pushimit ka qenë 45 ditëshe. Më shumë ka Po, qenë 45 ditë. Bila ditë që u martova, komandë regjimentit, ishte një dashamirës shumë i fortë ai. Ai më dha 10 ditë dhe kam bërë 55 ditë leja të atërën. Po kemi shrit me ditën e në fshatra dhe ke daja ime. Po pastaj nga Kuçoti ke kaluar më pas keni kaluar në Gjadër. Gjadër, po Gjadër. 10 vjet. 10 vjet në Gjadër. Çfarë pozicioni kishe atje në? Atje kam qenë sekretari i komitetit të partisë dhe komisar. Ke qenë komunist. Sa vjeç ke hyrë në parti? Parti kam hyrë në 63-shin. 63-shin, pra ishe 24 vjeç. 24 vjeç i ri. Çfarë ishte aso kohë? Sepse unë këtë podcast që po bëjmë, duhet që ta shohin edhe të rinjt dhe duhet që ta kuptojnë çik si ka pas qenë ajo kohë, por e parë nga këndvështrimi i njerëzve që kanë jetuar vërtet atë kohë. Jo, çfarë thon televizionet apo thon gazetat apo librat e këto. Si ishte për ty të hyrë në parti? Për të hyrë në parti që zoti Skardi, është di sepse unë vrej që ose nuk duan, ose nuk njohin me banalizohet të komunizmi. Dhe në përgjithësi partitë komuniste. Komunizmi si ide ka lindur që popujt të rrojnë në mënyrë të barabartë. I gjithë popullit të rrojnë në mënyrë të barabartë dhe komunizmi është shkalla e fundit e zhvillimit të shoqërisë njerëzore. Është të mbas kapitalizmit. Mbas socializmit, kapitalizmi, socializmi, ashtu. Dhe shiko, neve faktikisht komunizmi nuk ka patur kërkundën në botë. Ka patur ide komuniste nëpërmjet zbatimit nëpërmjet socializmit. Domethënë se që të ktheshe çdo pronë, çdo gjë tishe di e shoqërisë. E përbashkët. E përbashkët. Me idenë që njerëzit do të angazhohen për punuar në mënyrë të ndërgjegjshme dhe të vullnetshme. Mirë po ndërgjegjja metet mbrapa decenies, kështu që ndërgjegjja e prishi këtë ide. Se ideja komuniste ka një për të parë në vetë kapitalizmin. Sepse kapitalizmi një sistem më i caktuar është prodhon vetë kundërtën e tij. Faktikisht kapitalizmi ka prodhuar të kundërtën e tij. Që është komunizmi. Se komunizmi do të thotë bashkësi. Bashkësi. Nuk është një krim komunizmi. Dhe unë për shembull kam patur besim të plotë tek Partia Komuniste, që qëllimi i saj është për ndërtuar shoqëri të drejtë shoqërore njerëzimin. Ndërsa shqipja që nuk po zbatohet e ditë tamam. Ose nuk dinin, ose zdonin me i fjallë i ngesnin. Sepse dhe vete komunizmi nuk është zbatuar si s'duhet i zoti Kleti. Se për shembull Lenini, se nuk e studiojmë sa nuk sa mirë këta. Lenini ka patur ide ndryshe nga që transformoi Stalini. Ashpërsinë ka bërë Stalini nëpërmjet teorive të tij. Sepse Lenini vendi për shembull e thotë që unë kam marrë për disa herë në filozofi. Është thotë që me marrë pushtetin mos kujtoni që ka marrë fundin e çdo gjë. Jo, pushteti do varet cila nga zhvillimi ekonomik i vendit. Cili sistem? Po, cili sistem. Prandaj thoshte që të ecin dy sistemet, kapitalistin dhe socialitetin paralel në të njëjtin shtet. Dhe kjo garë, pastaj do të sjellë zhvillim të domosdoshëm. Këta zhbën pastaj për të zhdukur një kundërshtarin, siç bëhet tash në gati njësoj. Eliminon kundërshtarin dhe të eci vetëm sipas mendestime. Kjo s'duhet të bëhet. Si ke përjetuar këtë luftën e klasave që ka qenë atëherë? Ti ke pasur ndonjë shok dikush që është persekutuar, që kanë arrestuar, që kanë vrarë gjatë kohës së Enverit? Vetë Petri Dumja, që ishte. Shiko, lufta pikërisht ky është e keqja që solli di stalinizmi. Që e zbatoi edhe në vetë. Stalini, shiko ti faktikisht zoti Skelli,
qoftë se flasim me di hakqe, sipas mendimit tim, se nuk kam edhe aksion këtë punë, po neve kemi marrë ose kopje, nuk kemi kriju sepse edhe Marx edhe një thonë që teoria jonë është edhe udhë refyse, po jo di dogmë. Dhe më në zhvilloje më tej, si mas kushteve të çdo vendi. Po këtu e bën dogmë. Po këta e bën të qartë dogme. Ke pasur ndonjë shok apo ndonjë miq tonë që është persekutuar, që kanë arrestuar, që Që të tregon një rast që të ka goditur për çudi, më janë arrestuar shokët më të ngushtë mit. Po. Që nga di Kukshi. Po. Për shembull, unë kisha një ato e lest. Dhe Kukshanë, shok që ata deve ishin kundërshtar, po punonin në rregull. Po. Kundërshtar thotë një gjë në favorin tonë që nuk bëhet mirë, po duke për punën mirë, lere të bëj punën. Çfarë thosh? Për çfarë e arrestuan për shkak këto e lest? E lest në tërësi janë shumica, janë arrestuar, vetëm e di si me tanë si për punë të angërleku, si për punë e di që ekstremizmi për besnikëri të madhe ndaj partisë. Dhe raportimet e kështu janë bërë. Dhe për të kush tërgut më në besnik. Edhe ka spionuar kot më kot për fjalë që s'dushin marrë parasysh fare. Për shembull, thoshte ja shok të mi që janë preashtu dhe pilota që kemi preashtu në ardhëm të Tiranës, se thoshte që nuk ka vezë. Mishi me tallona, me 1 kg në javë. Ashtu. Me fakt këto ishin një reale. Ose qumshti shkojmë sa radhën e dytë natës për të marrë një shishe qumsht. Këto ishin këto për shembull se unë jo po ta them, po asa po nëse po të thoshë një hapur në mbledhje, se faktikisht demokracia ka patën. Bësh mbledhje të hapura. Dhe atje dhe thuja ti që kjo nuk është ndihmë, prandaj o ta bëjmë ndryshe ose të mos pasim njerëzit në qafë dikot. Ashtu. Se kjo nuk është një propagandë. Po e ka thënë shumë njerëz për agitacion dhe propagandë, që kanë bërë vite të ose për shembull një bëj një seminar në sekretariatin e Komitetit të Partisë të Ushtrisë me një lega shkull ka qenë këshilltari i Brojës për sigurimin. Në platforma e sigurishtetit. Dhe çomë i bëj një diskutim dhe propozim. I thashun shoku lega, nuk është e mirë tash kjo që neve një të kënaqemi duke futur njerëzit në burg. Sepse kështu ishte vetë se di kundërshtarët. Çfarë tha? Ai ka qenë shumë mirë ky, se shiko, nuk ka qenë gjithë njerëzit e tip xahilare. Kjo për shembull dhe thash, sepse unë thash, shumë vetë thash, më kanë thënë që morë shoku Hamza, nuk kam ditë që është propagandë kjo. Mas është dënuar thashun. U fut burr thoshte, po pse s'ma thënë një fjalë tim thoshin mua atë. Ashtu po unë thash po nuk po ta udhëzim thash, nga ju që ta marr për ta këshilluar. Ashtu nuk më thonë që mos thotë që është kundër një partisë, pastaj për një platforma. Prandaj ata edhe ky u dërgua udhëzim nga Komiteti Qendror që ata që bëjnë atë propagandë të thirrin në Komitetin e Partisë dhe të këshillohen. Fillimisht, fillimisht. Që flasin agitacion propagandë, që flasin kështu, ndoj pa kënaqësi ndaj diçka. Pastaj sikoti zotim Skelim. Se për shembull un kam bërë seminar dhe me Hysni Kapon. Për shembull un më kam marrë një leksion për ushtrinë 3 orë në Shkodër, kam qenë me Hoxhën. Pa lërë me Sheu ka bërë 10 ditë një seminar. Dhe si ka qenë me Sheu? Me Sheu ka qenë i rrep dhe shumë i ashpër, po kështu i ditur dhe njëri i mirë, i aftë për punë. Është e vërtet që flitet, apo është vërtetuar tani nuk e di sa, që atë e ka eliminuar Neçmia me Ramizin sepse kishin frikën nëpërmjet Enverit, sepse kishin frikën që kur të vdiste Enveri, pastaj merrte me Mehmetin dhe ishte shumë i ashpër dhe me familjen e Enverit vet. Kjo hamend mund të ketë bazë. Po duke njohur marrëdhëniet që kishin ideat ata, se unë për shembull duke qenë të këto pozicione kam patur raste që se për shembull me Fiçreti më ka dhënë mësim në filozofi Fiçreti të Sheut. E ka patur pedagogon.
Po, dhe e njeh shumë mirë. Në një jep të një filozofi, gjithë afrat komitet qendror bërës politike përveç Emrojës, me Viçeut dhe Ramizalisht. Bësh seminar një herë në muaj në shkollë partisë. Po, për edukimin e komunistëve, për promosin më të përgjithshme. Në përgjithësi ishte një filozofi. Po. Në filozofi, që këta që për dhe bashkë, është komunizmi, si du të trajtuar, se mira ka, si të regulojmë. Ke takuar ndonjë nga ata shokët e ty që kanë futur në burg më mbrapa? Po, më kanë takuar me qenjë. Si kanë dalë nga burgu? Urdë? Si kanë dalë nga burgu? Si ke pas formimin e tyre parë dhe pas burgu? Jo, qiko, ata, ose dive për etiket, ose si të pënduar, sepse e dini që po të flasin prapa dhe të hanë, dhe i thoshe që nuk flistin më, nuk flistin. Po kështu, dhe ata dhe bëjnë diferencimin për shumë që kush e trajtojt në regull e problemit dhe kush jo. Për që mos më kam pajtë dikush e di mëria gjerë, më kanë përshafu duhet. Po, jeta si pilot në gjadër, ke rrezikuar ndonjëherë duke udhëtuar, duke fluturuar me avion, ke patur ndonjëherë një defekt në diçka me ato avionet e asaj kohe? Ose dikush nga ato bashkëpunëtorët e tu? Jo, bashkëpunëtorët e mi kanë patur. Kanë patur dhe katastrofë, jo vetëm gjatë do flas për përgjithësisht. Se shiko zoti Skadim. Për shembull, nëse përgatitesh një mirë e bukur për ta njohur një çështje, se edhe ju këtë ambiente nuk e bëni pa njohje, pa ditur se si bëhet. Ashtu. Kështu që po ta dish në themel çështjen, nuk të gjen gjë. Ose e ka shumë vështirë një gjëja për të kapur. Po mirë, mund të ndodhë defekti i avionit. Ka ndodhur defekte për shembull ka ndodhur që nuk e çfarë u bën. Po janë shumë çralla. Defekte të këtilla. Defekte të këtilla shumë çralla kanë ndodhur nga 45 vrasje që kemi patur katastrofa aerore. Si histori aviacionit. Aviacion luftarak. Po avionat jo vetëm me luftrak janë 25. Me luftrakët janë 25, disa gjithsesi janë 20 tjerë, jo me luftrak, po me avionat të transportit tjerë. Se prandaj dhe sepse në bazë të statistikave, sepse katastrofat, është katastrofë e lartë apo e ulët, po të ishim sasisë të fluturimeve. Në bazë sasisë të fluturimeve që ka bërë Shqipëria për atë kohën, neve nuk dalim me shumë e katastrofa. Ne jemi nga më të pak të bile. Po ato që ju ka ndodhur tek baza juaj konkretisht, çfarë mban? Tek baza ime për shembull konkretisht ka ndodhur që një pilotit, një shoku tim që vjen shumë keq për të që ju futën në pulbardat në hund avionet. Dhe ishte një motor që ishte një motor, i bllokoi motorin, po i bllokoi motorin, edhe mori flak avioni, dishte dhe ai bashkë me te. Ai ishte në ngritje apo në ngritje që. Ju e pat vetë kur mori flak? Po, vaj vetë. Dhe pastaj janë rrëzuar 2 aviona gjatë ullës, sepse këto avionat reaktiv kanë një sistem hidraulik për komandim. Dhe qëllën që blokohet një sistemi hidraulik. Se përshëndim për bloku sistemi hidraulik i pa komandueshëm i avionin. Shkon që masivitia dhe janë vrarë. Ashtë 2 janë vrarë me nësite kundër objektit toksor, është faj pilotit që... Nuk arritën do të komandote? Në më një që shikon. Duhet parnet për kishë momentin të ka e njohja që ta shumë. Sepse avionin thështë, po duke nëzorë avionin që fluturon, po duke nëzorë dhe 200 metra s'dalë më do të. Dhe 200 metra duhet të fëllej dhe nëzirin unë. Po afroa më tepër, për plasëm tokë. Se ti e nëzirë, po ai nuk të gjëtë avionin. I ke e të rreshët i toka. Po. Çfarë mendoj për profesionin e Hamzait? Kishe frikë edhe ti kur ishe në shtëpi se mos ndodhte edhe ti ndonjë... Unë sa herë që fluturonte, sidomos natën, e përjetoni me shumë angë. Ti e dije që ai kishte për shkak të natë fluturim, po. Ta bënin fluturime dite, fluturime nate, roje në aerodrom. Roje në aerodrom. Po, sidomos natën dhe e dini me afërsi sa
sa kohë zgjaste fluturimet e përgjithshme, se dëgjoheshin edhe ishte aerodromi afër, e dëgjohej zhurmë. Në rast se ndërpritej fluturimi më pak kohë, atëre pjesa më e madhe e grave bënin shtëpit gati. Sepse mendoni që ka ndodhur në një katastrofeve, mund të merr një lajm të keq. Edhe që aty unë kam thënë, djemt pilot nuk i bëj. Ti kishe fëmijët atëherë, kishe ndër fëmijët të dy. Dhe kjo ishte dhimbshme, ose në kohën kur ndodhi një azbiu. Kishin një lojë të madhe përpara një delegacioni të madh ushtarak kinez, edhe do të bënin akrobacira. Do bënin një qindje bombardim, tregus të një manovre të re, do të thot vetë në manovrës. Dhe dia që ishte një fluturim për herë të parë, manovrë që zbatoi për herë të parë. Edhe ishën në ankth. Unë sapo kisha lindur fëmin e dytë, Rudin. Edhe dëgjova, do të thonë, e dinim që do bëhe ajo loja, kur vjen lajmi që u ndërpreh fluturimi dhe u kthyen. Morën vesh se kishte ndodhur një aksident u vra. Duke bërë këtë lojën? Duke bërë këtë lojën, edhe ai, do ta shpjegoj më mirë, Hamzai, ishte manovre tillë që ai që u vra ishte i pari, mbas tij ishte Hamzai. Dhe Hamzai, në rast se nuk do ta komandonte siç duhet, mund të rrëzoj si shoku i vet. Dhe ai nuk arriti dot për qindën e sekondës. Jo, nuk ishte defekt i armatimit. Po më e forta ishte kur erdhi që u kthyen dhe thanë që azbiu u vra, dhe të nesërmen Hamzai ka fluturuar prap, ka bërë këtë lojë. Me të njëjtën peshë armatime. Me të njëjtin armatim, me të njëjtin lojë, do të thënë. Vazhdonte disa ditë kjo lojë? Të paktën atë ditë, po, edhe unë isha në ankth se a do kthehet apo mund t'i ndodhte si azbiu. Po, më fal. Këto ishin, do thënë, manovra ushtarake, kishin ardhur kinezët aty dhe duhet të zbatoheshin sepse kishte ardhur urdhë nga Enveri që kishin bërë ato bashkëpunimet me Kinën. Jo, ishte armatimi kinez. Po. Edhe avionët prodhuan në Kinë dhe do bëj demonstrim. Por manovra ishte shqiptare. Me avion kinez edhe me armatim kinez. Po si e bëri përsëri edhe... Duhet të realizuar se s'bën. Rrezikove jetën, një ditë përpara ndës pas azbiu humbi jetën dhe ti përsëritet në një gjë. Po, një njëjtin gjë. Dhe ja rritet. Dhe kjo ishte fakt. Si ke përjetuar atë ditë ti? Se tani do më tregoj Hamzai vetë si ka përjetuar i vetë, po ti si ke përjetuar atë ditë? Ishte shumë e dhimbshme. Ishte shumë e dhimbshme se mendoja që siç ndodhi atij, mund të më ndodhte edhe mua në familje. Dhe nuk ishte e lehtë të humbisje shokun e jetës, baban e fëmijëve, por ishte dërtyrë për të bërë. Dhe duhet bërë. Ajo që duhet, nga ajo që do, jo gjithmonë përkuthe. Kur e more veç që ja doli e bëri? Se ti ishe në shtëpi. Vetëm kur u kthe. Ti nuk e ke prisi gjithë ditën? Po. Se dije kur fillon të mbaron, nuk të morin telefon do të toshte. Jo, ku ka atë. Ku kishte celularat e reja, as telefon në shtëpi. Jo. As telefon në shtëpi nuk kishte. Jo, vetëm kur ishim në Lezhë kishim telefon në shtëpi. Se kishte ishin caktuara sipas rangut. Te dera e shtëpisë. Si e prite e mban mend? Aq sa edhe ne kur dilte çdo ditë nga shtëpia, putheshim dhe përqafoheshim sepse nuk e dinim nëse do kthehej. Aq sa vajza e komshisë si ishte aty e dita, si puthen këta. Do thëni, ishte përvoja e familjes. Ne përqafoheshim sikur
nuk do të takoheshim më. Edhe kjo nuk është pak që të përjetosh një dhimbje të tillë për një kohë shumë të gjatë. Nga 66 deri në 90. 24 vjet ti ke jetuar kështu, Po, duke menduar se ajo ishte puthja jote e fundit. Po ti Hamza si ke përjetuar? Se ti ishe ati që rrezikoi kokën tënde. Mua s'më ka vajtë më asnjëherë që mu që mund të vritem. Ka patër, nuk e di, ka patër besim plotësisht vetë time që nuk ka për të më gjithë gjëdi në avion. Po kur i ndodhi asbiut? Ja, peta do të. Çfarë mendoj? Ti ishe mbrapa, ti e pe. Po, Ma tregoj që kanë. Po, kam parë se shikoj në kjo mandova që tha drita, kjo ishte se me vetë që na vuri për detyrë neve që të përdorim taktikën e procesonit të ajrit. Se mënyrë të luftimit të reja i kishte në koncept të gjejmë. Dhe thamë duhet të përbënoni një taktikë përgjëndaj që të qëlloni në të jenë të kohë në 4 drejtimet ndryshme. Në 4 drejtime, një këtej, një veri jug, një prendim linje, në të jetë në kohë 4 aviona. 4 avion, kështu që i drejtueshin. Po. Dhe pasaj këta duhet të kështu. Duke i shpëtuar edhe njëri tjetër. Po, do të jetë, mirë për neve këshim për shumë praktike, ti bëjmë gjatë praktikë, që komandërë që mi të zgjodhe një 4, një 4 isha një dhe unë. Po. Dhe kjo jasë nuk që u vra. Edhe do merë një pjesë pasaj në një lojë të madhe, bëndë gjithë Shqipëria, në Belsh. Po. Ishte një delegacion kinez me shef një shavet përgjishëm të ushtrisë kineze, me një 50 vetë ata. Po. Edhe e thati atë ditë pasaj dhe asbiut u vra, vajtëm dhe shpërdashim si formë tulipani, me ashtu 4 fletë, dhe duke qëllu njëri pas të ditë. Dhe asbiut vite nga veriu drejt jugut, u shkoja nga linja drejt perëndimit. Dhe prisha e shiva asbiut, dhe thosha unë, pas ti do hapë zjarën. Kur u hapë zjarën asbiut, po e di kur hapë zjarën. I doli një flak në krahun e majtë të fash, sepse i plasi predha. Predha e avionit nuk plasë, kishte një mungesë teknike që duhet të plaste kur takon në tokë, dhe po në këpati atë susën, ajo plasë sa për fillën për në lëvish nga kanali tytës. Dhe i plasin kanal tytës ati. Dhe kështë që e vrau atë edhe u zhunë ramë bi objekt si bombë atomikë plasë një aeroplani. Ti e pe. Parasive tja kështë duke për pasaj i ka me ta, edhe pas me i kanë edhe dy shok të tjerë. E pas e të nesërmen, ishte dhe komandë regjimentit vazhdojnë të shkollën, vazhdojnë të Akademin Tiranë, po erdi në atë ditë se ishte erdi dhe pete lume, edhe gjitha ta u dheqit e të më tamë. Dhe po dushë bënë dhe përsëriti dhe tyra se zbënë. Duke përsëritur të njëjtën manovër. Dhe këtë një papën e të nesërmen neve, një për në më të asbjun. Dhe erdi në të asbjun, erdi dhe komandë regjimentit dhe më thotë, ati që përsollëm korteshin në asbjut, dhe Hamza thotë, ajde thotë se ti thotë se janë qanë shumë kokën, ajde thotë në avion dyves dhe më treko koshtë e divëni. Për të pare dhe ku të qëlluar. Dhe bëme një marshrutet bënda dhe si ka lotë, ku do hapët zgjeshtë me bërgjë. Avion, e bët një gjërë me avion, duke e të bërgjë. Me avion dy vëndësh. Po, dy vëndësh, që ta kuptonë. Akoma ishë një cëpat avionit në objekt. Dhe u tha, bëndu të ishë thot pak në cëpat avionit, thot që aty. Mësë i këtë që kalonim. E të neshme, pasat do fluturojnë prapë, po unë nuk isha halën tim, si që ka pa të drita. Po nuk isha halën ati që kam përpasë, këtë është që është para me, ka për të vrarë pa tjetër. Duke që do vriti ajo. Edhe kur shpëtote, kur shkallote, se bëjë tre sulëm. Kur kallote, baje partiri parametrë, që shpëtoj kështë ahere. Edhe vazhdoja unë. Ti nuk mendoj se do vriti që ti duke bërë të njëjtën manovër. Po një manovër thashë që nga shkumenja që kam për të vrarë. Të ka ndodhur një që ka patur defekt avioni? Po, defekte ka patur. Po, çfarë defekti ka qenë dhe si ke ndjerë? Defekte ka patur në 64 në paradën shtetërore 29 nëntor duke ardhur në Tiranë. Po pra 29 në bënë praktikë kalimit në Tiranë. 64 ishte 20 vjetori. Po, 20 vjetori i çlirimit atë deri. 200 vjetori, 20 vjetori. Edhe sa ishim fajur me dritë, nëntor. Edhe në Tiranë më ngeli ky sistemi hidraulik. Po. Mirë kur sistemi hidraulik ngeli atë bëhet shumë i vështirë për të komanduar. Zbindet me zi bindet.
Edhe unë bëra pastaj ikë nga formacioni dhe shkova në lulje. E duhet bërë veprime avari, do të lëshu rrotat të avari, ato frenuset avari, kështu që mirë për mua, për fat mirë më funksionon mirë di avaria dhe po hapën rrotat. Dhe shkova ula pa problem. Ula. Po, çfarë ndjeve në ato momente? Me çfarë shpejtësie që ti? Thashën dhon ti ndoshta kur sa e di zoti kur themi neve që nuk kem tërdytër fare. Nuk u tërdyta. Edhe një natë në gjadër, në vëllëmit e natës, nuk po më tregonte di treguesi i hapes rrotave. Po. E thashën, a thon po sepse kisha bëshë thoshon, a se janë të hapur ata. Mirë po prap thashën do shkoj tash në uljem, në shpejtësi pak më të madhe, ndërsa të klasia që zan rrota thashën, po nuk zan rrota do jap gaz dhe do vi të ulem dhe i do të beton. Sepse si ishe i sigurt ishin hapur apo jo? Po si po se s'kishte sinjalizim. Po. Nuk e di as hapur apo jo. Po është sinjalizuar. Po. Dhe shkova me kujdes kur ç'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 
besoj në emrin Zot, unë besoj në natyrë të themim, që ka fuqi të binatyrshme. Unë besoj që për shembull, pastaj kush e krijon këtë fuqi, pastaj nuk mund i pjasë emrin Zot, rëshështi i thonë i bog. Ato këta me anglisht e thonë si thonë, God. Oh my God. Po ti Drita beson? Në kotën verë keni besuar në Zot apo ishit ateist atëherë nuk beson? Shiko, unë për vetë time nuk kam qenë kundër fesë. Sepse njeriu është i lirë të zgjedhë. Fenë e zgjedh njeriu. Kombin nuk e zgjedh dot. S'do ti shqiptar thuj gjithë jam shqiptar. Çfarë është Shqipëri sa të dua shqiptar je. U bë të rusët në Toronto u thonë mos e shani Rusinë, e thosh shani thash qeveria ç'ke punë me Rusinë. Rusia është një vend që ka lindur, që lindet një të mirë, lindet këqij. Po ti Drita? Jo, nuk besoj. Nuk beson? Jo. Asnjëherë nuk e besuar edhe nuk beson. Po Hamzaj, unë vë bast tani që Hamzaj dikur nuk ka besuar në Zot, por tani këto vitet e fundit të demokracisë ndoshta ka filluar të vërë dyshim disa gjëra, duke menduar që ka një fuqi të mbinatyrshme e cila ka rregulluar, si të thuash, botën, universin, gjitha këto gjëra të tjera. Ndoshta është çik kështu agnostik Hamzaj, do thënë që po edhe jo, kurse ti je sigurt ateiste që s'beson. Po kam dhe unë atë shpjegimin tim. Çfarë shpjegimi ke? Më vjen një nga këto që predikonin fen. Po? Te dera, edhe thot do besojmë, do të duam të shpjegojmë që Krishti ekziston, e Zoti ekziston. Është në rregull. Ti je e lirë të besosh, unë jam e lirë të mos besoj. Unë nuk besoj se po ti ishte Zoti që ekzistonte, atëre nuk do vriste me mira fëmijë që i çonin peligrinazh atëre kryqëzatat, që u zhdukën. Pse nuk e gjetën Zotin? Me që Zoti do të varfrit, do jetimët, pse ndodhin kaq shumë vrasje? Pse ndodhin kaq shumë jetim? Pse nuk i mbron? Ka edhe për këto feja, edhe për këto ka përgjigjet e saj. Okej, por mua ishte rëndësi të thënë që do të thuash atë vendimin tënd. Mos e brit mendje. Tani un kam disa pyetje, sepse për juve dua të kuptoj pak këndvështrimin tuaj për jetën e djeshme dhe të sotme. Edhe kam disa pyetje për te jetës tuaj që më treguat. Ti vazhdove shkollën e lartë, mbarove për letërsi dhe punove mësuese, se s'të pyeta apo jo. Ku ke punuar mësuese? Më trego pak. Dhe si kanë qenë nxënësit asaj kohe? Këtë do ta di unë. Unë e linda Arianin domethënë në 67-ën, në 10 prill, dhe gjimnazi ku unë mbarova kishte nevojë për mësuese. Edhe thanë, Drita ka mbaruar, është e lirë, të vi, do t'i themi për mësuese. Kështu që unë, duke pasur djalin disa muajsh, fillova punën si mësuese në 1 nëntor 1967.
në gjimnazin ku unë kisha mbaruar, Në Kuçov. në Kuçov. Po. Kam dhënë një klas ditën, klas 5, Po. dhe orët e tjera i jepja natën me nxënësit e rritur, shkollë nate, kishe të gjitha moshave. Ishin edhe më të mëdhej se sa ti. Po, më të mëdhej se sa unë. Ndërkohë, me që fillova punën në arsim, unë ndrova degën, sepse kur mbarova gjimnazin, në bazë rezultateve, mua më doli e drejta e studimit për inxhinjeri elektrike. Dhe gjatë kohës që ishim në atë turnen e muajt mjaltit e kështu, erdha dhe u regjistrova në fakultetin në inxhinjeri, që të ruaja të drejtën e studimit. Sa fillova punën në arsim, ndrovëm degën nga inxhinjeri elektrike në histori. Histori gjeografi. Në histori, në fakultetin e histori filologjike, Po, okay. për degën gjuhë letërsi, sepse lejohej. Po, okay, lejohej ndryshimi. Lejohej ndryshimi kur ishe miratuar për të drejtë studimi për të lartën. Kështu që unë 1 prill të 68-s kam dhënë provimin e parë të fakultetit. Ke qenë mirë në fakultet? Mirë. Si ishin nxënësit e shkollës së mesme që ke dhe mësim ti të asaj kohe? E respektonin mësuesët, i dëgjonin, studionin, përpiqeshin, i benjohin? Po. Kanë qenë të mbarë? Kanë qenë të mbarë. Po unë, duke vazhduar shkollën vetë, fakultetin, jepja mësim në të 8 vjeçare. Në 8 vjeçare. Në 8 vjeçare. Po, po të 8 vjeçare. Po, 8 vjeçarës mësonin, ishin të rregullt, dhe shoqëria e kolektivit mësuesve ishte jashtëzakonisht e mirë. Kishte kërkesë llogarie. Kishte kërkesë, llogarie dhe solidaritet dhe harmoni shumë të mirë. Kam patur fatin që fillova në 68-ën fakultetin dhe në 71-shin, në qershor të 71-shin, pasi kisha lindur edhe Rudin, për 3 vjetin i mbarova të 5 vitet. Pra i bëre para kohe? I bëre para. Brava. Po. E shikone? E ke mbajtur në pëllëm të dorës ti? Duke qenë nën me 2 fëmijë, Andaj më mbrapa si ishte zgjuar. edhe mësuese, edhe në punë, edhe bashkëshorte, edhe nën e gjitha. Si ka qenë jeta atëherë për një nën që të bënte edhe punën, të rriste edhe fëmijët, të i shërbente edhe burrit, e të rritë edhe në shtëpi, duke pritur se kthehet apo s'kthehet burri? E vështirë. E vështirë, po jo e pamundur. Por familja në radhë të parë, edhe kështu e kam dalë. Shtëpinë kishit në Tiranë, në atë kohë? Në Kuçov. Në Kuçov. Rudi dhe Ariani kanë lidhur në Kuçov apo Rudi ka lidhur Rudi ka lindë në Tiranë, Po. sepse unë kam pas një problem shëndetësor nga lindja e Arianit, Po. erdhi në pozicion jo të rregullt. Po, okay. Edhe mamia ndërhyri që nuk duhet ta bënte, po duhet më përcilte tek ginekologu, ajo se bëri vetë, edhe unë kam pësuar, domethënë nga ajo nuk mund të lindja në rrugë natyrale dhe Linde me operacion. Linde me operacion dhe linde në Tiranë. Okej, tani do t'ju bëj pyetjet që kam këtu. Sot ka çifte që martohen më shumë për foto e video se sa për jetën pas dasmës, që vdesin të bëjnë foto e video. Si shikoni këtë gjë? Për mua është shumë sipërfaqësore, edhe që nuk zgjat. Duhet thelbi. Po të mos e duash njeriu, nuk mund të vazhdoj jeta. Për foto e për gjë. Gjyqi Hamzaj, kam i pyetje për ty tani. Dikur divorci shihej si turp. Sot shumë gra apo meshkuj ndahen kur nuk ndihen të respektuar ka njëri tjetri. Mendon sot se gratë janë më të forta se gratë e dikurshme, apo ishin të detyruar dikur gratë që të duronin më tepër atë lidhjen familjare të shoqërisë? Kjo mendoj unë, varet nga
niveli kulturor dhe i njohjes jetës së njeriut dhe i psikologjisë së njeriut nga vetet i çifti, nga vetet i personi, qoftë gruaja, qoftë di burri. Sepse liria nuk ka di kuptim vetëm liri di pa kufizim. Çdo liri çdo formë liri ka format e saj të kufizimit. Sepse ka di normat të bashkëtesës, normat të besnikërisë, normat të moralit dhe me moral për shumë se duhet kuptuar se çfarë shumë moral jo vetëm i marrëdhënie burrit dhe grua, po dhe marrëdhënie shoqërore. Çfarë qëndrimi këtë dashurisë, po ai ndaj dashurinë nga një konceptim jo i saktë me i këtyre gjërave, po me një konceptim sipërfaqësor. Sepse nuk studiojnë ti themelit i çështës e mirë, po duke përdorur këto mjete radioteknike, e kanë më lehtë të shohin ndonjë gjë gati aty, se sa të hapin libra. Dhe kjo mungesa e studimit, që besoj që këtë lloje para të përgjithë ajo që i bëhet pyetje drejtës juve, dhe ai ka të bëjë për shkak se është këtë sipërfaqësore, për të dukur. Neve s'duhet bësh për shembull ju nuk e keni për këtë për të dukur, po këtë e keni për të shërbyer çështjes. Tash për të shërbyer zhvillimit. Dhe ka mërzitur ndonjëherë Hamzai në jetë? Shumë. Keni bërë ndonjëherë sherr, llafe, si keni zgjitur ato mosmarrveshjet tuaja? Po tani llafe mos pajtime ka, po zgjidhen gjithmonë me mirëkuptim, me tolerancë. Dhe ka shkuar ndonjëherë ndër mend, dhe ka vërsitur aq shumë sa të ke thënë jo, do të ndahem. Jo. Asnjëherë s'e ke shkuar. Të kthehesh mbrapsht, do ta merri për burr përsëri, pa e parë fare si atëherë, siç e bëre atë zgjedhjen tënde. Prap këtë do merja. Për gjithë jetën. Sepse tani më kujtua, i kam thënë pse më more, tha. Pse the po. Po. Unë nga leximet e shumta kisha një idealizim të madh për veriun dhe veriorët. Edhe i thash, që ishe nga veriu, more 100 pikë. Që ishe ushtarak, i humbe 50 pikë. Për këto që mbetën, unë të mora. Ty s'të pëlqenin ushtarakët? Po mendoj se ushtarakët kishin ato. Jo, nuk doja. Nuk doja. Nuk doja. Çfarë mendoni për këto lidhjet që kanë të rinjt sot nga Instagrami apo rrjetet sociale, telefoni, që u njihen, bëhen, dalin, shoqërohen, lidhen me njëri tjetrin, si mendoni? Pa u njohur fizikisht dhe pa ja njohur, po jo, edhe duke parë sa bot ka, sa tru ka, si e mendon jetën, si do ta zgjidhi, si do vazhdoj. Është e kotë, në Instagram mund të gënjesh sa duash. Si mendoni për këto çifte që sot martohen edhe nuk bëjnë fëmijë për zgjedhjet e tyre, sepse thonë do të bëj karrierën apo do të bëj jetën time apo dikur mos kishe fëmijë ishte çik më paraqygoj nga shoqëria. Jo vetëm paraqygoj, po faktikisht zoti Skerdi, kjo është të mohosh zhvillimin e jetës. Qoftë edhe mos bërja e fëmijëve, sepse dialektikisht, për shembull, burrë dhe grua duhet të zëvendësojnë edhe veten edhe gruan. Për shembull, ti ke zëvendësuar edhe veten edhe gruan. Kurse unë kam zëvendësuar dy herë veten. Ashtu. Kështu që është faktikisht që duhet të di detyrë shoqërore zhvillimore. Mirë, po njëri mendon se të kaloj unë vetën tim, po në madhe zgjohet më tej. Ose ka që nuk martohen fare. Është egoizëm kjo? Po, sigurisht është egoizëm, po një egoizëm që në fundit nuk është me detyrim, kështu e mendon ai. Unë mendoj se është jo vetëm egoizëm, po është edhe dritë shkurtësi. Shkon dritë shkurtësi, domosdoshmë. Se ka gjë më të bukur se sa të kesh fëmijë. Pastaj ndoshta në fillim
do sakrifikosh ku do të ca pushime, ca qefe, ca ku do të dalë në përpabe Jeta lokale. pa fëmijë është I zëvendëson 1000 fisha të gjëra. mua më duket për vërtet më duket jeta pa fëmijë më duket e pa kuptim fare. Unë tash nuk e kuptoj, nuk e vëzhgoj se duhetën pa vazhderurit, pa lërë fitë mi. Shumë të dashurit më plasë se Brembesa, ka qenë më të bukur. Po në 17 vite di mbesa në ditë natë. Se që bëhet pyetje për kontineve di për shiko, njeriu pa patur kontakt në familje nuk ka mundësi. Mirë po të varet si zgjidh kontradiktat dhe pa i bërë dramë. Se për shembull shpesh herë një njeri që pa qenë dramë e bën dramë dhe shkon të bëjë një herë në divorc. Unë bamën që ju janë zanë një të fejuan, sepse kush e ti kush jamon, se i tha që janë ne bidilim, i tha një feju e tha, e lezoj një tabel dyqanim, i thot i bën korrigjim, kjo e fejuan, apo do mësosh ti mua, edhe për këtë u zonë. Si konceptoj dikur virgjëria e femrës? Dhe si konceptohet sot? Çfarë mendoni? Dikur ishte normale. Ishte nderi i saj. Ishte nderi i saj dhe ishte, domethënë, e zakonshme, domethënë nuk vjen në diskutim. Sot nuk diskutohet, domethënë quhet normalet. Që të kesh disa partner para se të zgjedhësh. Është zgjedhje e tyre. Po. Okej, tani kam edhe pyetje të tjera. Sot ndodh që edhe ti i ke rritur fëmijët, jo ky. Ky i ka përkëdhelur, i ka pudhur, i ka qafuar, ka ndëjtur me ta sigurisht, por ti i ke rritur dhe edukuar, siç ka rritur dhe edukuar fëmijët e mi dhe gruaja ime. Kështu ka pas qenë, siç më ka rritur dhe edukuar mua mamaja, edhe më pak babai. Babai ka të figurën e vet, ka peshën e vet të padiskutueshme, por nëna është ajo që i rrit dhe i edukon. Sot ka nga do familje ku burri qëndron në shtëpi, edhe edukon edhe rrit fëmijën, edhe gruaja punon. Ju duket diçka e natyrshme, normale kjo gjë, apo është më mirë që t'jetë nëna që t'i rrisë fëmijët? Siç ka qenë, siç i keni rritur ju? E mira është t'i bëjnë të dy. Të japin kontributin të dy. Të dy. Sepse fëmija ka nevojë për të dy. Po. Nëna sado që të bëj karrierë, t'jetë zën, e ka në mënyrë natyrale lidhjen me fëmijën. Ai sa duket sikur nga njëherë ju në hak edhe burrit vet, duke anuar nga fëmija. Është vërtet kjo. Kur e ke ndirë ndonjëherë veten në, si të thosh në faqe që ke lënë pas dore, ti shërbej Hamzait sepse rri me fëmijët. Në fakt i kam thënë. Po. Sa kanë qenë fëmijët parët. Tani që fëmijët kanë krijuar familjet e tyre, kanë fëmijët e tyre, ka dalë Hamzai në plan të parë. Tani është në plan të parë Hamzai. Sepse ata kanë krijuar familje. Në plan të parë dhe para vetes tënde? Po. Pra ti Hamzain e vë përpara vetes tënde. Veten e ka vënë përpara fëmijëve, veten e vë tani përpara Hamzait. Jo, kundërta, pra vë Hamzain të parin, pastaj veten tënde, këto kishe fjalën. Po. Pse E të kundërt. E thash të kundërtën. Fëmijët i kanë vënë para vetes. Po. Okej. Dhe Hamzan tani e vë përpara vetes time, pra të parin vë ata. Pra fëmijët dhe Hamzai janë përpara me. Po. Përpara me. Erdhi një moment që ishte Hamzai, pastaj erdhën fëmijët e jazum vendin, Po. pastaj u rritën fëmijët edhe Edhe doli prapë Hamzai në vend. Po. Shumë me radhë. un kam timat që thot për fëmijët e mi që janë mjalti i mjaltit. Ashtu është. Ma shpjegoni që këtë gjë mjaltin e mjaltit. Çfarë është nipi dhe mbesa për një gjysh e një gjyshe? Është dhurata më e madhe.
Ne kemi një nip dhe 3 mbesa. Por dhuratën që na ka bërë Elda Merutin, që na dhanë mundësinë të jemi pranë Sofit, nuk na ka dhënë askush. Të parë ne kanë rritur vetë. Po, se je edhe mbrapa kur Klea ishte rritur tash. Ishte e rritur Klea. Edhe ata 2 të tjerët, e djalit madh, nipi dhe mbesa, i kanë rritur vetë ata, por ata i kanë ndihmuar gjyshja e vetë. E kanë pas një ndihmë. Ndërsa ne kemi ndihmuar për Sofin. Dhe ajo është lumturia më e madhe, mundësia që na u dha për t'i qëndruar pranë edhe për të parë ç'është të rritësh një fëmijë. I duam shumë. Edhe Amzaj po kështu thot. Çfarë mendoni për ato çifte? Jo keni 62 vjet bashkë dhe nuk u ka shkuar ndërmend asnjërit as tjetrit të tradhtoni njëri tjetrin. Për ato çifte që sot me tradhtojnë njëri tjetrin, çfarë mendoni? Ata të rinj apo është më mirë të ndahen se sa të tradhtojnë. Po do ta mendojnë mirë, sepse edhe vetëm nuk mund të jetohet, nuk kalohet jeta vetëm, dhe do mendoj të krijojë një lidhje tjetër. Kush e garanton se nuk do të përsëritet e njëjta gjë? E gjyshi që mendon ti? E njëjta gjë? Po, Si ju duket raporti prind-fëmijë sot në krahasim me atë raport që ka qenë dikur? Dikur ka patur më tepër autoritet, respekt. Po sot si ju duket? Me që dëgjoni, me shikoni, me që lexoni. Ka shumë egoizëm nga të rinjt. Them që nuk janë të thelluar sa duhet për ta vlerësuar rolin e prindit. Të rinjt i quajnë të prapambetur prindrit, pengesë, për ecjen e tyre, s'merr vesh ti, s'di. Ne vërtet nuk dim për shembull përdorimi i elektronikës. Jemi unë Amzaj më mirë, po unë më pak. Po kjo nuk do të thotë që të përçmohem. Nga ana tjetër, nuk duhet që prindri i bëhet pengesë fëmijëve. Ata kanë jetën përpara dhe duhet ta jetojnë jetën. Pra, të ketë një balancë midis të drejtave dhe detyrave të prindit, po edhe të rinjve ndaj prindërve. Gjyshi Amzaj, në qoftë se ty njëri të thotë, qoftë edhe me shaka, njëri që ditë përdor celularin, ditë përdor kompjuterin, ditë i japi makinës. Do thotë, ty qoftë edhe me shaka që s'merr vesh s'diti që i jepi avionit me 1300 km/h, që ke parë edhe vdekjen me sy. Si do t'i përgjigjesh ai gjyshi? Shikoj, njeriu jeton në etapa të ndryshme të jetës. Për kohën që i ka vënë avionit me këtë shpeshtirë dhe me ato, ka qenë ajo teknikë më e përparuara. Mirë po teknika mësohet dhe përparohet në kohë të caktuar të njeriut. Për shembull në moshë të madhe, gjërat të tre për para nuk i mëson të tamam. Kështu që sa do të mendosh, i mëson të ashtë dhe pas kohët dhe shumë pas shpejt i harron. Se më gjithë që ka me gjithmonë në moshë të madhe, vjetëre që nuk mëson do të një përherë parë një njëjtën gjë që ke mësuar. Për shembull, unë sikur ta kisha fuqinë fizike dhe të filloja për të bërë pilotashim, me siguri që nuk kisha të patur ato aftësi që kam fituar duke qenë i ri. Kështu që është vetë dhe natyra bile unë gëzohem shumë që kur shoh që njështë më shorë dhe din ta përdorin mirë elektronikën. Sepse dhe janë fuftur. Po unë nuk jam fuftur dhe ashtë shumë sepse mjafton me ato që më duhen. Tani ju keni 62 vite bashkë. Çfarë ke mbajtur këtë lidhje kaq të gjatë?
Sot gjysma, të paktën në Itali sipas statistikave, gjysma e çifteve, gjysma e martesave përfundon në divorc. Ju çfarë këshilli mund t'i jepni dikujt, një çifti të ri që sapo ka filluar jetën, lidhjen martesore apo fejesën, për të patur edhe ata këtë rrugtim të gjatë që keni patur edhe ju? Duhet kënë respekt, duhet kënë besim, duhet kënë dashuri. Po të mos jenë këto treja, nuk mund të vazhdohet. Edhe duhet jesh edhe tolerant, do të thotë duhet përshtatesh. Të dy palët. Pra, nuk duhet të përpiqesh që të ndryshosh atë tjetrin të përshtatet ai ty, do të kërkosh ti tek vetë jote që të përshtatesh, disi dhe ai do të përshtatet ty. Të dy palët duhet përshtaten. Të dy palët do të ecin drejt njëri tjetrit. Në një moment kur theti ka pasur raste kur është ngritur zërim shumë, po jam ulur edhe me kohë, pastaj mbase jo me fjalë, po me vepra. Ke kërkuar falje ose të ka kërkuar falje? Unë mund të kem kërkuar falje, po Amzai me vepra ka kërkuar falje. Se nuk kërkonte, nuk thosë se ndonjëherë me falje. Jo, thot, nga njerë më, po... Atëhere, po them se tani ndoshta thot, tani po atëhere, tani është zbutur, atëhere ishte ushtarak. Jo. Ja ta thot edhe Amzai vetë. Amzai, i ke kërkuar ndonjëherë falje kur ke mërzitur ndonjëherë? Unë të shkeli kam patë parasysh që dy njerëz nuk mund të jenë kur me një mendje dhe në një pëlqim. Një gjë që pëlqej unë për shembull, që kam edhe hobi dhe ose duhet gjithë ta veshi, nuk du të parashikoj që të njëjtën pëlqim të ketë edhe drita për të gjë. Dhe unë për shembull shpesh herë dhe tek mirëkuptimi këtë. Për shembull unë ndonjëherë gjithnjë e pyes, ata vesh këtë di apo këtë. Nganjëherë ata që kishin në mend për ta veshur nuk e veshin vetëm për të përshtypur. Këtu jemi njësoj, sepse ne të gjithë meshkujt jemi kështu në fund të fundit. Mua, veshjet e mia për te kostumeve që i bëj këtu në Tiranë te Kaltin Mici, miku im, por veshjet pantallona, bluza, gjëra të ndryshme, kombinime të gjëra, i bleni me shoqe. Dhe jo shkon bën pazarin për mua, edhe kthehet në shtëpi, thot kam bërë sa gjëra, thot kam bërë një ri, thot, a kupton? Këtu jemi njësoj, pra dhe ti drita e vesh Hamzajn, dhe ai nuk ta prish, si ishte kjo prish, po me çfarë do të mjem ndonjë për të veshur. Jemi më të thjeshtë në meshkujt apo ja? Do. No, tani Hamzaj vëbas që Hamzaj nuk ka thënë asnjëherë vish këta apo vish ata, nuk ka vendosur ai ndonjëherë për veshjet e tua. O jo thot. Këtë ngjyrë thot nuk ta pëlqej. Këtë fustan nuk ta pëlqej. Dhe unë për ti përqefin nuk e vesh. Aha, njësoj jeni. Po. Edhe tani? Po dhe tani. Po. Këtë thot kam thënë që mos e vish. Për shembull gjyra të errta, s'duhet ta shoh gjyra të errta. Thot duhet të shoh se nuk se s'ke qenë. Për të vish gjyra të hapta. Këtu ke të drejtë. Ose për të lyer flokët. Se është natyrale, kur filluan të dalin pinjët. Do t'i lë se nuk merre me ato. Jo thot, kur motra ime në majtë malit i lyen flokët, thot Anifja, mos i lyesh ti, edhe kujdeset veçanërisht për të lyer flokët. Të çon tek parrokieri apo më ndihmon? Ai lyen ti vet, po thon të ndihmon. Ja lyo jon. Po. Ka kujdes që jetë të dalë rregullt. Ashtu siç kam dhe unë qef që nuset e mia, të dyja, t'jenë të rregullta dhe t'jenë pinc fare të bukur. Të mirë. Dhe ashtu i kam. E ti keni me jetë fëmijët tuaj, nuset e djemve dhe niprit
e mbesat nipin edhe mbesat, Tre mbesat. tre mbesat. Edhe me kaq, unë duaj që t'ju falenderoj jashtë mase që më erdhët këtu. Kanë kaluar 2 orë si pa kuptuar. 2 orë si pa kuptuar, këtu në për këto stolat s'ko modo Jo, që prapë shtot të lodhë. unë kam vënë në një vend e ishim dushim e cipër tashore, më bërë të gjë që të mamë që të arzohem. Ju falenderoj jashtë mase. Faleminderit edhe ju që na ndiqni edhe nëse ju pëlqejnë këto puntatat tona të Kate Cast, sidomos kjo tani me Gjyshi Hamzajn edhe me Nëna Dritën, na ndiqni në kanalin ton Kate Albania. Do të keni edhe shumë puntata të tjera edhe për këtë temën e sotme, koha e Enverit, e parë nga këndvështrimi i dy njerëzve të thjeshtë të asaj kohe. Mirupafshim.